Në laboratorin e Universitetit të Oxfordit në vitin 2019, fizikanti kuantik David Deutsch ka vënë një elektron në një gjendje që sfidoi çdo logjik të njohur. Elektroni lëvizte përmes dy pulseve të ndryshme në të njëjtën kohë, por kur instrumentet mat njërin në rrugë, tjetra zhduket sikur nuk ka ekzistuar kurrë. Jo sepse është shkatërruar, por sepse koha, ashtu siç e njihnim ne, nuk është një linje që rrjet përpara. Është një iluzion i krijuar nga mënyra se si truri ynë organizon kujtesën. Eksperimenti tregoi diçka të tmerrshme. Elektroni nuk udhëton përmes kohës. Ai ekziston në të gjitha pikat njëkohësisht, dhe vetëm vëzhgjimi ynë i detyruar të zgjedhë një version të asaj që ne quajmë të tashme. Koha duket aq reale. E ndjeni tani duke lecuar këto fjalë. E ndjeni ku shikoni orën që tiktakon në murin tuaj. E ndjeni në çdo muskull që plaken, në çdo kujtesë që zbehet, në çdo goditje të zemrës që ju afron një sekond më pranë fundit. Por çfarë nëse kjo ndjenjë është mashtrim? Çfarë nëse truri juaj po krijon iluzionin e rrjedhës, po ju bindin se ekziston një e kaluara, një e tashmja dhe një e ardhme, kur në realitet universi nuk dallon midis tyre? Çfarë nëse koha nuk është një lumë që rrjedh, por një oqean i palvishëm ku çdo moment ekziston njëkohësisht? Në vitin 2015, astrofizikanët nga teleskopi spacial Hubble kanë kapur një sinjal nga një galaktikë e largët 33 miliard vite drite larg nesh. Por kur drita e asaj galaktike arriti në retinan ton, ajo nuk udhëtoi përmes kohës. Fotoni që goditi sensorët tanë nuk përjetoi as një sekond. Nga pikpamja e saj, largësia nga galaktika deri te ne është 0. Udhëtimi ishte i menjëhershëm. Ne jemi ata që interpretojmë atë si një vonesë 33 miliard vjeçare, sepse truri ynë lidh ndryshimin e pozicionit me konceptin e kohës. Por universi nuk e njeh këtë lidhje. Për universin, çdo gjë ndodh tani. Kjo nuk është filozofi abstrakte. Kjo është fizikë e pastër e provuar nga shpejtimet relative të Einsteinit në vitin 1905. Kur ai publikoi teorinë e relativitetit të veçantë, ai tregoi se dy vëzhgues që lëvizin me shpejtësi të ndryshme përjetojnë kohën ndryshe. Astronauti që rreth tokës në shpejtësi afër dritës, plaket më ngadalë se motra e tij e lindur në të njëjtën kohë që mbetet në planet. Por cili prej tyre jeton në të tashmen e reale? Cili është i ardhmi dhe cili e kaluara? Relativiteti thotë se të dyja janë të sakta njëkohësisht. Kjo do të thotë se koha nuk është absolute. Nuk ekziston një e tashmja universale. Çdo pikë në univers ka versionin e saj të asaj që është tani, dhe asnjëra prej tyre nuk është më e vërtetë se tjetra. Imagjinoni se qëndroni në një stacion treni. Një tren kalon përpara jush me shpejtësi të lartë. Brenda trenit, një grua lëshon një top. Nga këmbvështrimi i saj, topi bie drejt poshtë, por nga këmbvështrimi juaj, topi bie në një hark, sepse treni lëviz përpara ndërkohë që topi bie. Cili përshkrim është i saktë? Të dyja. Tani zvendësoni pozicionin me kohën. Për gratë në tren, momenti kur topi prek dyshemen është e tashmia e saj. Por për ju, ajo e tashmia është tashme e kaluara juaj, sepse ju lëvizni në një kornizë kohore tjetër. Relativiteti thotë se nuk ekziston një moment universal kur gjërat ndodhin. Çdo ngjarje ekziston në një rrjet kauzal, jo në një vi lineare kohe. Fizikanti teorik Julian Barbour në vitin 2001 ka propozuar një teori edhe më radikale. Universi nuk evoluon përmes kohës. Ai është një koleksion i pafund i momenteve të pavarura, secili ekziston veçmas, pa lidhje shkaksore me momentin tjetër. Ne e quajmë këtë teoria e tashmes. Imagjinoni një libër me 1 miliard faqe. Çdo faqe është një gjendje e plotë e universit. Pozicioni i çdo atomit, orientimi i çdo fotoni, struktura e çdo qelize. Këto faqe nuk janë të numëruara në një sekuencë kohore. Ato thjesht ekziston, të gjitha njëkohësisht, si fotografi në një album. Truri ynë lexon këto faqe dhe krijon iluzionin e sekuencës, iluzionin e asaj që ne quajmë kohë. Por nëse koha nuk ekziston, pse e ndjejmë ne? Pse kujtesa jon funksionon vetëm në një drejtim? Pse nuk mund ta kthejmë kohën mbrapsht dhe të rikthehemi në versionin ton 30 vjeçar? Përgjigja qëndron në një ligj fundamental të fizikës të quajtur entropia. Entropia mat shkallën e çrregullimit në një sistem,
Dhe sipas ligjit të dytë të termodinamikës, entropia gjithmonë rritet në një sistem të mbyllur. Kjo do të thotë se universi lëviz nga rregull drejt kaosit. Por vini re, ky ligj nuk thotë se koha ekziston. Ai thotë se gjendja e universit ndryshon në një drejtim të caktuar entropik. Ne interpretojmë këtë drejtim si kohë, por në realitet është vetëm një zhderrim i energjisë. Shkencëtari britanik Arthur Eddington në vitin 1928 e quajti këtë shigjeta e kohës. Por shigjet nënkupton lëvizje, dhe lëvizja kërkon kohë. Kjo është një paradoks i vetreferues. Nëse koha është iluzion, atëherë entropia nuk mund të rritet me kalimin e kohës, sepse nuk ka kalim. Në vend të kësaj, universi duhet të jetë një blok katërdimensional ku çdo moment me entropinë e tij të caktuar ekziston njëkohësisht. Ne thjesht përjetojmë momentet në renditje nga entropia e ulët drejt entropisë së lartë dhe e quajmë këtë renditje kohë. Kjo ide quhet universi blok. Imagjinoni një skenë të ngrirë. Çdo moment i jetës suaj, nga lindja deri në vdekje, ekziston si një prerje e ndryshme të së njëjtës strukture katërdimensionale. Momenti kur po lexoni këtë fjali nuk është më real se momenti kur keni lindur, apo momenti kur do të vdisni. Të gjitha këto momente ekzistojnë me të njëjtën peshë ontologjike. Ndërgjegja juaj thjesht përjeton këto prerje në një sekuencë, sepse truri juaj është i programuar të lidh kujtesën me perceptimin dhe të krijojë përshtypjen e rrjedhës. Kjo të meron shumë njerëz. Nëse e ardhmja tashmë ekziston, a kemi ne vullnet të lirë? A mund të ndryshojmë diçka, apo jemi të burgosur në një skript të paraqaktuar? Fizika kuantike ofron një përgjigje të çuditshme. Të dyja janë të sakta. Në nivelin kuantik, universi është probabilistik, jo deterministik. Kur një elektron vendos nëse do të kalojë përmes pulsit A apo pulsit B, ai nuk ndjek një rrugë të paraqaktuar. Ai ekziston në të dyja rrugët njëkohësisht derisa dikush e vëzhgon, dhe vëzhgimi krijon degëzimin e realitetit në versione paralele. Fizikanti Hugh Everett në vitin 1957 ka propozuar interpretimin e botëve të shumëfishta. Çdo vendim kuantik krijon një univers të ri ku secili rezultat ndodh. Kjo do të thotë se ekzistojnë një infinitet versione të juaja, secili duke përjetuar një degë të ndryshme të realitetit. Por këtu është pika kritike. Këto versione nuk shfaqen në kohë. Ato ekzistojnë njëkohësisht në një superstrukturë të quajtur funksioni i valës. Vetëm kur ne vëzhgojmë, funksioni i valës kolapson në një realitet të vetëm, dhe ne e interpretojmë këtë kolaps si një sekuencë kohore. Kjo ide është e lidhur me një eksperiment të famshëm të quajtur eksperimenti i dritares së dyfisht. Kur fizikanët gjuajnë fotone përmes dy pulseve të ngushta në një mur, fotonet krijojnë një model interferues në ekranin prapa murit. Kjo do të thotë se secili foton kalon përmes të dyja pulseve njëkohësisht, sikur të ishte një valë. Por kur shkencëtarët vendosin një detektor pranë njërit puls për të parë se nga cili kalon fotoni, modeli i interferimit zhduket. Fotoni fillon të silet si një grimc, duke kaluar vetëm përmes një puls. Vëzhgimi ndryshon realitetin. Kjo nuk është mistik. Kjo është fizike provuar në mijëra laborator në mbar botën. Dhe implikimi është i tmerrshëm. Realiteti në nivelin më fundamental nuk ekziston në një gjendje të fiksuar derisa ne e vëzhgojmë. Para vëzhgjimit, fotoni ekziston në të gjitha pikat e hapësirës njëkohësisht. Dhe nëse hapësira është e lidhur me kohën, atëherë fotoni ekziston në të gjitha momentet njëkohësisht. Vëzhgimi ynë është ai që e detyron universin të zgjedhë një moment, të zgjedhë një tani. Por kush vëzhgon? Dhe çfarë do të thotë të vëzhgosh? A duhet të jetë një qenie e vetëdijshme apo një instrument mekanik? Në vitin 2017, një grup fizikanësh në Institutin e Teknologjisë të Kalifornisë ka kryer një variant të eksperimentit të dritares së dyfisht me një ndryshim kryesor. Ata vendosën detektorin të regjistronte informacion, por pa e lecuar atë. Modeli i interferimit mbeti. Kjo do të thotë se nuk është mjaftueshëm që informacioni të ekzistojë. Ai duhet të lecohet, të integrohet në një rrjet kauzal, që realiteti të kolapsojë në një gjendje të caktuar. Kjo na çon në një pyetje edhe më radikale. Nëse koha është iluzion dhe realiteti krijohet nga vëzhgimi, atëherë çfarë ndodh kur askush nuk vëzhgon? Çfarë ishte universi para se të lindej jeta?
A ekzistonte ai në një superpozicion të pafund gjendjesh derisa qelizat e para filluan të kodifikojnë informacion në ADN? Disa fizikan besojnë se universi ka nevojë për vëzhgues që të ekzistojë. Kjo quhet parimi antropik. Universi duket i përshtatur për jetën, sepse vetëm një univers i tillë mund të krijojë vëzhgues që të pyesin pse universi është i tillë. Por kjo krijon një paradoks temporal. Nëse universi ka nevojë për vëzhgues që të ekzistojë dhe vëzhguesit kanë nevojë për një univers që të lindin, atëherë cili erdhi i pari? Përgjigjja mund të jetë se koha vetë është një strukturë që lind nga vëzhgimi. Para vëzhguesve nuk ka para. Pas vëzhguesve nuk ka pas. Ka vetëm një rrjet i ndërlidhur shkaksor ku çdo ngjarje përcakton pjesërisht ngjarjet e tjera dhe ne e quajmë këtë rrjet kohë. Tani imagjinoni se udhëtoni në një anije kozmike me shpejtësi afër dritës. Sipas relativitetit, koha për ju ngadalsohet. Nëse udhëtoni për 10 vjet sipas orës suaj dhe ktheheni në tokë, do të zbuloni se kanë kaluar 50 vjet toksore. Motra juaj e lindur në të njëjtën ditë me ju, tani është 40 vjet më e vjetër, por nga pikpamja juaj, ju sapo keni përjetuar 10 vjet. Cila kohë është reale? Relativiteti thot se të dyja janë, por nëse të dyja janë reale, atëherë koha nuk mund të jetë një lum universal që rrjedh në një drejtim. Ajo duhet të jetë diçka tjetër, diçka që ndryshon në varësi të lëvizjes dhe gravitetit. Në vitin 1950, Einsteini ka zgjeruar këtë ide në teorinë e relativitetit të përgjithshëm. Ai tregoi se graviteti nuk është një forcë që tërheq objektet. Është lakimi i vetë hapësirës dhe kohës nga prania e masës. Një il masiv si dielli lakon hapësirën rreth tij dhe planetet si Toka ndjek këtë lakore. Ne interpretojmë lëvizjen si orbit, por në realitet Toka po përpiqet të lëvizë në një vijë të drejtë përmes një hapësire të lakuar. Dhe sepse koha është e lidhur me hapësirën, ajo gjithashtu lakon. Kjo do të thotë se koha ecën më ngadalë pranë një objekti masiv sesa larg tij. Kjo është provuar me orë atomike. Në vitin 1971, shkencëtarët kanë vendosur një orë atomike në një avion dhe një tjetër në tokë. Pas disa orëve fluturimi, ora në avion tregonte një kohë pak më të madhe se ora në tokë. Ndryshimi ishte vetëm disa nanosekonda, por ishte i matshëm. Kjo do të thotë se astronautët që kalojnë muaj në stacionin ndërkombëtar hapësinor kthehen në tokë disa milisekonda më të rinj se sa do të ishin nëse kishin mbetur në sipërfaqe. Ata kanë udhëtuar në të ardhmen, edhe pse vetëm me një sasi të vogël. Por nëse mund të udhëtojmë në të ardhmen duke ndryshuar shpejtësinë apo duke u afruar me një objekt masiv, a mund të udhëtojmë në të kaluaren? Teorikisht po. Nëse mund të krijoni një vrim krimbash, një tunel përmes hapësirës kohës që lidh dy pikat e largëta, dhe nëse mund ta manipuloni njërin fund të vrimës për të lëvizur më shpejt se tjetri, atëherë koha në njërin fund do të ngadalsohet krahasuar me tjetrin. Nëse hyni në vrim nga fundi i ngadalsuar dhe dilni nga fundi i shpejtuar, do të arrini në një moment më të hershëm se sa kur keni hyrë. Por kjo krijon paradokse. Çfarë ndodh nëse udhtoni në të kaluaren dhe pengoni veten tuaj të hyni në vrim? Kjo quhet paradoksi i gjyshit. Disa fizikanë besojnë se universi e mban këtë paradoks duke krijuar deg paralele të realitetit. Nëse udhtoni në të kaluaren dhe ndryshoni diçka, nuk e ndryshoni të kaluaren tuaj. Ju krijoni një univers të ri ku kjo ndryshim ndodhi dhe universi juaj origjinal mbetet i paprekur. Kjo do të thotë se udhëtimi në kohë nuk shkel kauzalitetin, sepse nuk ekziston një vijë kohore absolute. Ekziston vetëm një rrjet i degëve paralele dhe ju mund të lëvizni midis tyre. Por kjo na ktheh në pyetjen themelore, nëse koha nuk është një vijë që rrjedh, por një rrjet i momenteve që ekzistojnë njëkohësisht, atëherë çfarë ndodh kur ne vdesim? A zhduket ndërgjegja jon apo thjesht ndalon së perceptuari momentet e reja? Nëse çdo moment i jetës sonë ekziston përgjithmonë në universin blog, atëherë versioni ynë 30 vjeçar ende ekziston në atë moment, duke përjetuar atë që përjetoi, pa dieni për versionin 60 vjeçar që do të vdes dekada më vonë. Kjo ide mund të duket ngushëlluese apo tmerrshme në varësi të perspektivës. Nëse jeta juaj është një strukturë statike 4-dimensionale, atëherë çdo gëzim që keni përjetuar, çdo dashuri që keni ndjer, çdo zbulim që keni bërë, ekziston përgjithmonë në atë moment. Por gjithashtu, çdo dhembje, çdo humbje, çdo dështim ekziston përgjithmonë.
Nuk mund t'i fshini, nuk mund t'i ndryshoni. Ato janë pjesë e strukturës së pandryshueshme të asaj që ju jeni. Por a është kjo vërtet? A jemi ne vërtet të burgosur në një realitet statik, apo ka diçka që na lejon të ndryshojmë, të evolojmë, të zgjedhim? Përgjigjja mund të qëndrojë në një fushë të re të fizikës së quajtur graviteti kuantik. Kjo fushë përpiqet të bashkojë teorinë e relativitetit të përgjithshëm me fizikën kuantike. Dhe në këtë bashkim, koha mund të mos jetë as absolute, as plotësisht iluzore. Ajo mund të jetë një pronë emergjente, diçka që lind nga ndërveprimet e një numri të madh grimkash kuantike, ashtu si temperatura lind nga lëvizja e atomeve. Ndërkohë që po lexoni këto fjalë, truri juaj po përpunon rreth 100 miliard sinjale nervore në sekond. Por këto sinjale nuk arrin të gjitha në të njëjtën kohë. Drita që përfshihet nga ekrani juaj udhton 7 herë më shpejt se sa sinjali nervoz që kalon nga retina drejt korteksit vizual. Kjo do të thotë se çdo gjë që shikoni ka ndodhur tashmë në të kaluarën tuaj, edhe nëse diferenca është vetëm disa milisekonda. Truri juaj duhet të riorganizojë këto sinjale të shkëputura në një narrative që duket koherente. Ai krijon iluzionin e momentit të tanishëm, duke sinkronizuar artificial ngjarje që në realitet ndodhin në kohë të ndryshme. Kjo nuk është filozofi, kjo është neuroshkencë, e dokumentuar në mijëra studime që nga vitet e 90-ta, dhe implikimi është i tmerrshëm. Çdo moment që ju mendoni se po përjetoni tani, është në të vërtet një rekonstruim, një parafrim i asaj që ndodhi pak kohë më parë. Por sikur ta shtroni këtë pyetje një hap më tej, sikur ta ndani një neuron në përbërësitë e tij më të vegjël, aksonet, dendritët, molekulat e neurotransmetuesve, atomet që formojnë ato molekula. Çdo atom përmban një bërtham me protone dhe neutrone, të rrethuar nga një re elektronesh. Dhe çdo elektron, sipas mekanikës kuantike, nuk ka një pozicion të caktuar derisa i vëzhgohet. Para vëzhgimit, elektroni ekziston në një superpozicion të gjitha pozicioneve të mundshme njëkohësisht. Kjo do të thotë se çdo atom në trurin tuaj ekziston në një gjendje të paqartë, derisa diçka e detyron atë të zgjedhë një realitet. Por kush e vëzhgon atomin? A është një atom tjetër? A është një neuron tjetër? A është vetëdia juaj? Dhe nëse vetëdia juaj është ajo që kolapson funksionin e valës, atëherë si mund të ekzistojë vetëdia para se atomet të kenë një pozicion të caktuar? Kjo na çon në një nga paradokset më të thella të shkencës moderne. Nëse realiteti kuantik kërkon një vëzhgues për të ekzistuar në një gjendje të caktuar dhe vëzhguesi është i bërë nga grimca kuantike që vetë kanë nevojë për vëzhgim, atëherë si filloi ky cikël? Një përgjigje e mundshme erdhi në vitin 2012 nga fizikanti italian Carlo Rovelli. Ai propozoi se vëzhgimi nuk kërkon vetdije, kërkon vetëm ndërveprim. Kur dy grimca ndërveprojnë, ato reciprokisht përgatiten njëra tjetrën nga superpozicioni në një gjendje të caktuar. Kjo do të thotë se universi është një rrjet i pafund i ndërveprimeve, ku çdo grimc vëzhgon dhe kolapson grimcat e tjera, pa nevojë për një vëzhgues qendror. Koha në këtë model nuk është një dimension i pavarur, ajo është mënyra se si ne përshkruajmë sekuencën e këtyre ndërveprimeve. Por sikur ta testoni këtë ide eksperimentalisht. Në vitin 2015, një grup fizikanësh në Universitetin e Vjenës kryen një variant të sofistikuar të eksperimentit të çarjes së dyfisht. Ata gjuajtën fotone përmes dy pulseve, por këtë herë vendosën një detektor që regjistronte informacion për rrugën e fotonit pa e shkatërruar atë. Rezultati ishte i habitshëm. Modeli i interferimit mbeti i paqenuar derisa informacioni u lehtësua nga një sistem tjetër. Kjo do të thotë se nuk është mjaftueshëm që informacioni të ekzistojë. Ai duhet të integrohet në një rrjet kauzal, të bëhet pjesë e një historie më të madhe që realiteti të zgjedhë një version. Koha pra nuk është një lumë që rrjedh. Ajo është një strukturë emergjente që lind nga akumulimi i ndërveprimeve të regjistruara. Imagjinoni një libër pa faqe të numëruara. Çdo faqe përshkruan një gjendje të plotë të universit, por nuk ka asnjë tregues se cila faqe vjen para ciles. Tani imagjinoni se filloni të lexoni nga një faqe e rastësishme. Truri juaj do të përpiqet të gjejë lidhje midis asaj që lexoni dhe asaj që keni lexuar më parë. Ai do të krijojë një narrativ, një sekuencë, edhe nëse faqet u zgjodhen krejtësisht rastësisht. Kjo është ajo që ndodh në univers.
Çdo moment është si një faqe në një libër pa renditje. Ne jemi ata që krijojmë renditjen duke lidhur kujtesën me perceptimin dhe duke quajtur këtë lidhje kohë. Por kjo ngre një pyetje edhe më të thellë. Nëse koha është një strukturë emergjente që lind nga ndërveprimet, atëherë çfarë ndodh në shkallë kozmike, ku nuk ka asnjë vëzhgues qendror? Çfarë ishte universi në momentin e parë pas Big Bang, kur nuk ishte ende qeliza, as tru, as çfarëdo strukture që mund të regjistronte informacion? Sipas teorisë standarde, universi filloi nga një pikë me dendësi dhe temperaturë të pafundme dhe më pas u zgjerua me shpejtësi eksponenciale në një proces të quajtur inflacion kozmik. Por kjo teori supozon se koha tashmë ekzistonte në atë moment. Ajo thot se Big Bang ndodhi 38 miliard vjet më parë. Por nëse koha është emergjente, atëherë nuk mund të ketë një më parë për Big Bang. Nuk mund të ketë një moment para momentit të parë, sepse momenti vetë është një koncept që lind nga ndërveprimet. Kjo ide u zhvillua në një teori radikale të quajtur graviteti kuantik melakore. Në këtë model, koha dhe hapësira nuk janë të vazhdueshme, por të përbëra nga njësi të vogla diskrete të quajtura kuanta të hapësirës. Secila kuant hapësie është rreth 100 triliona herë më e vogël se një proton, dhe në këtë shkallë, koncepti i kohës bëhet krejtësisht i papërcaktuar. Nuk ka një tani absolut në nivelin e kuantave të hapësirës. Ka vetëm ndërveprimet e çastit që krijojnë iluzionin e sekuencës, ku shikoni nga një shkallë më e madhe. Kjo do të thotë se koha nuk ekziston në mënyrë fundamentale. Ajo është një pronë makroskopike që lind nga kompleksiteti i sistemeve të mëdha, ashtu siç temperatura nuk ekziston për një atom të vetëm, por lind nga lëvizja kolektive e miliarda atomeve. Tani imagjinoni se po udhëtoni në një anije kozmike, jo vetëm me shpejtësi afër dritës, por përmes një rajoni të universit ku graviteti është aq i fortë sa lakon hapësirën në një shkallë ekstreme. Afër horizontit të ngjarjeve të një vrime të zezë, koha ngadalsohet aq shumë sa 1 sekond për ju mund të korespondojë me shekuj në tokë. Nëse mund të qëndroni në këtë pozicion për 10 vjet, sipas orës suaj, dhe më pas të ktheheni në tokë, do të zbuloni se njerëzimi ka kaluar përmes shekujsh të historisë. Qytetërimet kanë lindur dhe kanë rënë. Teknologjia ka evoluar deri në një pikë që e bën botën tuaj të panjohshme. Dhe gjithçka ndodhi ndërkohë që ju përjetonit vetëm 10 vjet. Por këtu është pika kritike. Nga perspektiva e universit, të dyja këto përvojat ndodhen njëkohësisht. Nuk ka një versionin korrekt të asaj që është e tashmja. Ju dhe toka jeni në 2 degë të ndryshme të së njëjtës strukture hapësirkohore, dhe të dyja janë po aq reale. Kjo ide u testua në një mënyrë indirekte në vitin 2070, kur shkencëtarët zbuluan valë gravitacionale të prodhuara nga bashkimi i 2 vrimave të zeza 1 miliard e 300 milion vjet drite largnesh. Këto valë janë përkullje në vetë strukturën e hapësirës kohës dhe ato udhtojnë përmes universit me shpejtësinë e dritës. Kur valët arritën në tokë, ato përkullen hapësirën me një sasi aq të vogël sa 1/1 triliontje diametrit të një atomi, por kjo përkullje ishte mjaftueshme për t'u matur nga detektorët ultrasensitiv të quajtur LIGO. Dhe kjo matje konfirmoi se hapësira dhe koha nuk janë një skenë statike ku ngjarjet zhvillohen. Ato janë një strukturë dinamike që përkullet, dridhet dhe përpërdhet në përgjigjet e energjisë dhe masës. Por sikur ta çoni këtë ide në ekstrem, sikur të ishte e mundur të krijoni një rajon të universit ku koha jo vetëm ngadalsohet, por përmbyset. Teorikisht kjo mund të ndodhë brenda një vrim të zezë rrotulluese të quajtur vrim Kerr. Në një vrim të tillë, hapësira dhe koha shkëmbejnë rolet. Brenda horizontit të ngjarjeve, drejtimi që ju konsideroni hapësinor bëhet temporal, dhe drejtimi që ju konsideroni temporal bëhet hapësinor. Kjo do të thotë se në vend të udhëtuarit përmes kohës drejt një pike singulariteti, ju mund të lvizni përmes hapësirës dhe të arrini në momente të ndryshme kohore. Por askush nuk e di se çfarë do të përjetonit në një situatë të tillë, sepse ligjet e fizikës ashtu siç i njohim ne prishen në singularitet. Disa fizikanë besojnë se singularitetet nuk ekzistojnë në realitet. Ato janë artefakte të teorive tona aktuale, sinjale se na mungon një teori më themelore që bashkon mekanikën kuantike me gravitetet. Kjo teori e re quhet teoria e të gjithave
dhe ajo duhet të përshkruaj universin në shkallën më të vogël të mundshme, shkallën Planck. Në këtë shkallë, hapësirave koha mund të jenë koncepte të paraferta, si sipërfaqja e lmuar e një deti që në të vërtet përbëhet nga miliarda molekula uji që tunden kaotikisht. Teoria e vargëve, një kandidate për teorinë e të gjithave, sugjeron se hapësira ka 10 ose 11 dimensione, por ne përjetojmë vetëm 4 sepse dimensionet e tjera janë të rrokullisura në shkallë aq të vogla sa janë të padukshme për ne. Imagjinoni një formicë që ecën në sipërfaqen e një tubi të hollë. Nga perspektiva e formicës, sipërfaqja duket si një vijë një-dimensionale që shtrihet përpara dhe prapa. Por në realitet, tubi ka 2 dimensione, gjatësia dhe perimetri. Perimetri është kaq i vogël krahasuar me gjatësinë, sa formica nuk e vëren atë. Kjo është ajo që ndodh me dimensionet e fshehura të universit. Ato ekzistojnë, por janë të rrokullisura në shkallë aq të vogla sa nuk mund t'i perceptojmë me instrumentet tona aktuale. Dhe koha mund të jetë një nga këto dimensione të rrokullisura, e maskuar si një dimension i veçantë për shkak të mënyrës se si ne ndërveprojmë me strukturën themelore të realitetit. Por sigur të mund të zhvilloni këto dimensione të rrokullisura. Sigur të mund të krijoni një rajon të universit ku dimensioni kohor zgjerohej në të njëjtën mënyrë si dimensionet hapësinore. Në një rajon të tillë, ju mund të lëvizni përmes kohës, ashtu siç lëvizni përmes hapësirës. Ju mund të shkoni majtas në kohë, djatas në kohë, sipër në kohë, poshtë në kohë. Koncepti i së kaluarës dhe së ardhmes do të humbte kuptimin. Do të kishte vetëm një peizazh 4-dimensional që ju do të eksploronit në çdo drejtim. Por kjo do të kërkonte një sasi energjie aq të madhe sa e bën praktikisht të pamundur me teknologjinë tonë aktuale. Megjithatë, universi vet mund ta ketë bërë këtë në të kaluarën. Sipas disa modeleve kozmologjike, në momentet e para pas Big Bang, universi kaloi përmes një faze ku të gjitha dimensionet ishin ekuivalente. Nuk kishte asnjë dalim midis kohës dhe hapësirës, ishte vetëm një sup i ngjehtë i energjisë dhe informacionit, ku çdo grimc ndërvepronte me çdo grimc tjetër me shpejtësi të pafund. Dhe më pas, ndërsa universi u ftoh dhe u zgjerua, një nga dimensionet u bë koha, ndërsa të tjerat u bën hapësira. Por përzgjedhja se cila dimension u bë koha ishte e rastësishme. Në universin tjetër, një dimension tjetër mund të kishte marrë këtë rol, dhe koha do të rrjedhte në një drejtim krejtësisht të ndryshëm. Kjo ide mund të duket e çmendur, por ajo është konsistente me parimet e mekanikës kuantike dhe relativitetit të përgjithshëm. Dhe ajo na çon në një përfundim të tmerrshëm. Nuk ekziston asnjë arsye themelore pse koha duhet të rrjedhë në drejtimin që ne e përjetojmë. Fakti që ne përjetojmë kohën duke lëvizur nga e kaluara drejt së ardhmes është një aksident kozmologjik, një pasojë e kushteve fillestare të universit tonë. Në një univers tjetër me kushte fillestare të ndryshme, koha mund të rrjedhë në drejtimin e kundërt, ose mund të mos rrjedhë fare. Qenijet inteligjente në atë univers do të perceptonin realitetin e tyre si normal, ashtu siç ne perceptojmë tonin, pa u ndier të rastësishëm. Tani imagjinoni se po përdorni një teleskop me fuci të pafundshme për të shikuar buzën e universit të vëzhgueshëm. Drita që arriti nga kjo buzë u lëshua 38 miliard vjet më parë, kur universi ishte vetëm disa qind milion vjet i vjetër. Por këtu është paradoksi. Nëse koha është relative dhe nuk ekziston një e tashmja universale, atëherë çfarë do të thotë të shikosh diçka që ndodhi 38 miliard vjet më parë? Nga perspektiva e fotonit që udhtoi nga ajo galaktik deri te ne, udhtimi ishte i menjëhershëm. Fotoni nuk përjetoi as një sekond, sepse në shpejtësinë e dritës, koha ndalon. Kjo do të thotë se për fotonin, momenti kur ai u lëshua nga galaktika dhe momenti kur ai goditi retinën tonë, janë i njëjti moment. Nuk ka ndërmjet për fotonin. Ka vetëm një ndërveprim i çastit që ne interpretojmë si një udhtim 38 miliard vjeçar. Ky është sekreti i universit. Koha nuk ekziston për grimcat që formojnë realitetin. Ajo ekziston vetëm për strukturat komplekse si ne që organizojnë informacionin në narrative të sekuencuara. Dhe kjo organizim është një iluzion i dobishëm, por jo më shumë real se sa një hije në mur është reale. Hija ekziston, por ajo nuk është një objekt i pavarur. Ajo është një projekcion i një objekti 3-dimensional në një sipërfaqe 2-dimensionale.
Në të njëjtën mënyrë, koha është një projekcion i një strukture 4-dimensionale në një sekuencë 1-dimensionale që truri ynë mund ta përpunojë. Por a ka ndonjë mënyrë për të provuar këtë ide? A mund të dizajnoni një eksperiment që tregon se koha është një iluzion? Në vitin 2018, një grup fizikanësh në Universitetin e Zhenev propozuan një eksperiment që quhet provën e jo-kohës. Idea ishte të krijoni një sistem kuantik ku dy grimca janë të ngatëruara në atë mënyrë që matja e njërës grimce ndikon instantaneisht në gjendjen e tjetrës, pavarësisht nga distanca midis tyre. Sipas mekanikës kuantike, kjo ndërlidhje nuk shkel relativitetin, sepse nuk mund të përcjellni informacion përmes saj. Por ajo ngre një pyetje thelbësore. Nëse ndërlikidhja është e menjëhershme, atëherë çfarë do të thotë menjëhershëm në një univers ku koha është relative? Eksperimenti tregoi se kur një grimc matej në një kornizë referenciale, tjetra reagonte në një mënyrë që duket e koordinuar, edhe pse sinjali nuk kishte kohë për të udhëtuar midis tyre. Kjo do të thotë se ngatërrimi kuantik nuk vepron përmes hapësirës dhe kohës. Ai vepron në një nivel më thellë, në një nivel ku hapësira dhe koha ende nuk ekzistojnë si dimensione të pavarura. Kjo është prova më e fortë deri tani se koha nuk është një pronë themelore e universit. Ajo është një pronë emergjente që lind në shkallë makroskopike nga ndërveprimet e grincave që vetë nuk përjetojnë kohën. Dhe kjo na sjell në një ide edhe më radikale. Nëse ngatërrimi kuantik mund të lidh dy grimca në mënyrë të menjëhershme pavarësisht nga distanca, atëherë çfarë ndalon të gjithë universin të jetë një gjendje vetme ngatërruar? Çfarë nëse çdo atom në trupin tuaj është i ngatërruar me çdo atom në galaktikën më të largët? Çfarë nëse dallimi midis jush dhe universit është po aq artificial sa dallimi midis një vale dhe oqeanit? Vala duket si një entitet i veçantë, por ajo është vetëm një model kalimtar në sipërfaqen e oqeanit. Kur vala zhdukjen, uji që e formoi atë nuk zhduket. Ai thjesht merr një formë tjetër. Në të njëjtën mënyrë, ju jeni një model kalimtar në sipërfaqen e universit. Kur truri juaj ndalon së funksionuari, atomet që formuan mendjet tuaja nuk zhduken. Ato thjesht marrin një formë tjetër. Dhe nëse koha është iluzion, atëherë modeli që ishit ju ekziston përgjithmonë në atë moment kur ekzistoi, pa asnjë fillim dhe pa asnjë fund. Kjo ide është e lidhur me një koncept nga fizika teorike të quajtur holografia kozmike. Sipas këtij koncepti, e gjithë informacioni i përmbajtur në një vëllim 3-dimensional të hapësirës mund të kodizohet në sipërfaqen 2-dimensionale që rrethon atë vëllim. Kjo do të thotë se universi 3-dimensional që ne përjetojmë mund të jetë një projekcion holografik i një realiteti 2-dimensional që ekziston në buzët e universit. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë koha mund të mos jetë një dimension real në atë realitet 2-dimensional. Ajo mund të jetë thjesht një mënyrë se si ne interpretojmë ndryshimet në kodin informativ që përcakton gjendjen e universit. Imagjinoni një film. Filmi duket sikur tregon një histori që zhvillohet në kohë, por në realitet është vetëm një sekuencë imazhesh statike që shfaqen me shpejtësi të mjaftueshme për të krijuar iluzionin e lëvizjes. Secila imazh përfaqëson një gjendje të plotë të skenës dhe nuk ka asnjë lëvizje reale midis imazheve. Ka vetëm ndryshime në modelet e dritës dhe hijen që truri ynë interpreton si lëvizje. Në të njëjtën mënyrë, universi mund të jetë një sekuencë gjendesh statike, secila e koduar në një konfiguracion të ndryshëm të fushave kuantike, dhe truri ynë interpreton ndryshimin e këtyre konfigurimeve si rrjedhën e kohës. Por sikur ta testoni këtë ide eksperimentalisht, sikur të mund të krijoni një sistem artificial që simulon një univers të vogël me ligjet e veta fizike. Në vitet e fundit, fizikanët kanë filluar të përdorin kompjuterët kuantik për të simuluar sjelljen e sistemeve kuantike komplekse. Këto simulime kanë treguar se edhe sistemet e vogla me vetëm disa dhjetra qubite mund të prodhojnë sjellje që duken kaotike dhe të paparashikueshme, por që në realitet janë të përcaktuara nga ligjet deterministe të mekanikës kuantike. Dhe në disa prej këtyre simulimeve, shkencëtarët kanë vërejtur diçka të habitshme. Sistemet fillojnë të organizohen në struktura që ngjajnë me strukturat që shohim në univers, edhe pse simulimi nuk përfshin asnjë koncept eksplicit të kohës. Kjo do të thotë se është e mundur të krijoni një univers artificial ku koha nuk ekziston si një dimension themelor, por lind si një pronë emergjente nga ndërveprimet e qubite. Dhe nëse mund ta bëni këtë në një simulator,
Atëherë është e mundur që universi ynë vetë të jetë një strukturë e ngjashme, ku koha nuk është më themelore se sa temperatura apo presioni. Ajo është vetëm një mënyrë e përshkrimit të sjelljes kolektive të një numri të madh grimcash kuantike që ndërveprojnë sipas rregullave të thjeshta. Por kjo ngre një pyetje filozofike thelbësore. Nëse koha është një iluzion, atëherë çfarë është reale? Çfarë mbetet kur e zhvesh një universi nga të gjitha shtresat e perceptimit dhe interpretimit? Disa fizikanë besojnë se në fund, e gjitha që ekziston është informacioni. Universi nuk është i bërë nga grimca dhe fusha, ai është i bërë nga bite informacioni, dhe ligjet e fizikës janë thjesht rregulla për mënyrën se si informacioni përpunohet dhe transformohet. Në këtë pamje, universi është një kompjuter kozmik që ekzekuton një algoritëm të pafund, dhe ne jemi modele të përkohshme në daljen e atij algoritmi. Kjo ide është e njohur si hipoteza e simulimit dikshital të universit. Ajo sugjeron se universi ynë mund të jetë një simulim që ekzekuton në një substrat kompjuterik që ekziston në një nivel më themelor të realitetit. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë koha mund të jetë thjesht një variabël në programin e simulimit, një parametër që rritet me çdo iteracion të algoritmit. Por nga perspektiva e entiteteve brenda simulimit, kjo rritje e parametrit duket si rrjedha e kohës, edhe pse në realitetin më themelor nuk ka asnjë rrjedhë. Ka vetëm një sekuencë kalkulimesh që kryhen njëri pas tjetrit në kompjuterin bazë. Por a ka ndonjë mënyrë për të provuar apo hedhur poshtë hipotezën e simulimit? Disa shkencëtar kanë propozuar se nëse universi është një simulim, atëherë duhet të ketë limite në saktësinë e simulimit. Këto limite do të shfaqeshin si anomali në ligjet e fizikës, veçanërisht në shkallë shumë të vogla ose shumë të mëdha. Për shembull, nëse hapësira është diskrete në shkallën Planck, kjo mund të jetë një shenjë se universi është i simuluar në një rrjet diskret, si pikselet në një ekran kompjuteri. Por deri tani nuk kemi zbuluar asnjë anomali të tillë. Ligjet e fizikës duken të vazhdueshme dhe të lmuara në çdo shkallë që kemi mundur të testojmë. Megjithatë, kjo nuk përjashton mundësinë e simulimit. Mund të jetë se simulatori është aq i fuqishëm sa mund të simulojë univers me saktësi të pafund, ose mund të jetë se ne thjesht nuk kemi zhvilluar instrumentet e nevojshme për të zbuluar anomalitë. Apo mund të jetë se pyetja vetë është e pakuptim, sepse nuk ka asnjë dalim praktik midis një universi real dhe një simulimi të përsosur të atij universi. Nëse simulimi është i dallueshëm nga realiteti, atëherë për qëllimet tona praktike, simulimi është realiteti. Dhe kjo na sjell në një konkluzion të tmeshëm. Çfarëdo që është realiteti themelor, ne nuk mund ta perceptojmë drejt për drejt. Ne mund të perceptojmë vetëm projeksione, hije, aproximime. Truri ynë është i kufizuar nga kufizimi i shqisave tona dhe nga mënyra se si ndërveprojmë me botën. Ne nuk mund të shohim foton para se ato të godasin retinën tonë. Ne nuk mund të dëgjojmë valë zanore para se ato të lëkundnin membranën e veshit tonë. Ne nuk mund të ndijmë kohën para se të ketë ndodhur ndryshim në gjendjen e kujtesës sonë. Kjo do të thotë se çdo gjë që ne quajmë realitet është një interpretim, një model mendor që truri ynë konstruon nga të dhënat e pjeshme dhe të shtrembruara që merr nga mjediset. Por kjo nuk do të thotë se realiteti nuk ekziston. Kjo do të thotë se realiteti është më i pasur, më kompleks dhe më i çuditshëm se sa modeli ynë mendor. Dhe koha, ashtu siç e përjetojmë ne, është vetëm një aspekt i kësaj pasrie. Ka dimensione të tjera të realitetit që ne nuk i perceptojmë, sepse truri ynë nuk ka evoluar për t'i perceptuar ato. Ka struktura në univers që ekzistojnë në shkallë aq të vogla ose aq të mëdha sa janë përtej aftësisë sonë për t'i kuptuar. Ka fusha kuantike që mbushin çdo pikë të hapësirës, por ne nuk i ndjejmë ato, sepse ndërveprojmë me to vetëm në mënyra indirekte, përmes grimcave që lind nga luhacjet e këtyre fushave. Dhe mbi të gjitha, ka pyetja e ndërgjegjësurit vetë. Si lind ndërgjegjësia nga ndërveprimet e grimcave të pandërgjegjshme? Si është e mundur që një grumbull neuronesh që shkëmbejnë sinjale elektrike të krijojë përvojën subjektive të të qenit i gjallë, i vetëdijshëm, i zot për të ndjekur dhe dashuruar dhe të arsyetuar? Kjo është një nga misteret më të mëdha të shkencës, dhe ajo mund të jetë lidhur me natyrën e kohës. Disa filozofë dhe shkencëtar besojnë se ndërgjegjësia vetë është ajo që krijon kohën, se pa një subjekt të vetëdijshëm për të përjetuar sekuencën e momenteve, nuk do të kishte asnjë sekuencë. Por kjo ide ngre një pyetje të rëndësishme. Nëse ndërgjegjësia krijon kohën,
Atëherë çfarë ndodh kur ndërgjegjësia pushon se ekzistuari? A ndalon koha për atë individ ndërsa vazhdon për të tjerët? Apo vazhdon edhe për atë individ në një formë që ne nuk e kuptojmë? Disa tradita shpirtërore besojnë në ringjalljen, në idenë se ndërgjegjësia vazhdon pas vdekjes së trupit në një formë ose një tjetër. Por kjo ide nuk në kundërshtim me fizikën moderne, nëse interpretojmë ndërgjegjësinë jo si një entitet substancial, por si një model informativ që mund të rikrijohet në substrate të ndryshme. Imagjinoni se ngarkoni të gjithë informacionin e përfshirë në trurin tuaj në një kompjuter të fuqishëm. Nëse ky kompjuter mund të simulojë ndërveprimet e çdo neuroni me saktësi të mjaftueshme, a do të krijojë ai një kopje të ndërgjegjësurit tuaj? A do të ishte ajo kopje vetja juaj apo një person i ri me kujtimet tuaja? Dhe nëse koha është iluzion, atëherë çfarë ndodh me të dy versioneve? A përjetojnë ata të njëjtin tani, apo çdo version përjeton taninë e vet të pavarur? Këto janë pyetje që shkenca ende nuk mund t'i përgjigjet, por ato janë po aq themelore sa pyetjet rreth natyrës së kohës dhe hapësirës. Dhe ndërsa qëndroni këtu, duke lecuar këto fjalë, duke përjetuar iluzionin e momentit të tanishëm, mbani mend këtë. Çdo atom në trupin tuaj ka ekzistuar prej miliarda vjetësh. Ato atomet u formuan në zemrën e yjeve që shpërthyen përpara se dielli ynë të lindë. Ato udhëtuan përmes hapësirës për miliona vite përpara se të mbërrinin në tokë. Ato u bën pjesë e oqeaneve, e shkëmbimeve, e qenieve të gjalla që jetuan dhe vdiqën para se ju të lindit. Dhe një ditë, ato atomet do të shpërbëhen nga trupi juaj dhe do të bëhen pjesë e diçkaje tjetër. Një peme, një re, një krijesë që ende nuk ka lindur. Koha mund të jetë iluzion, por transformimi është real. Dhe ju jeni një moment në atë transformim, një model i përkohshëm në rrjedhën e pafund të energjisë dhe informacionit që formojnë universin. Dhe kjo transformim, ky rrjedh i pafund atomesh përmes formave të ndryshme, na çon në një pyetje edhe më shqetësuese. Nëse atomet tuaja kanë ekzistuar prej miliarda vjetësh dhe do të vazhdojnë të ekzistojnë pas jush, atëherë çfarë është e juaja në këtë univers? Çfarë bën këtë koleksion të veçantë atomesh ju, dhe jo thjesht një grumbull rastësisht i mbledhur material? Përgjigja qëndron në një fenomen që fizikanët e quajnë entanglament kuantik, dhe ajo mund të jetë çelësi për të kuptuar jo vetëm natyrën e identitetit, por edhe natyrën e kohës vetë. Në vitin 1935, Einsteini dhe dy kolegët e tij, Podolsky dhe Rosen, publikuan një artikull që përshkruante atë që ata mendonin se ishte një defekt fatal në mekanikën kuantike. Ata përshkruan një situatë ku dy grimca kuantike mund të jenë të lidhura në një mënyrë që matja e njërës menjëherë ndikon në gjendjen e tjetrës, pavarësisht se sa larg janë. Einsteini e quajti këtë veprim fantazëm në largësi dhe besonte se kjo tregonte se mekanika kuantike ishte e paplot. Por në vitin 1964, fizikanti John Bell provoi një teorem që tregoi se nëse ligjet e natyrës respektojnë parimin e lokalitetit, që do të thotë se asnjë informacion nuk mund të udhëtojë më shpejt se drita, atëherë ekzistojnë marrëdhënie matematikore specifike që duhet të plotësohen midis rezultateve të matjeve në grimcat e ndara. Këto quhen pabarazitë e Bell. Dhe kur shkencëtarët në fund kryen eksperimentin, zbuluan se pabarazitë e Bell shkeljeshin. Natara shkel lokalitetin. Dy grimcat e lidhura kuantikisht sjellin në një mënyrë që nuk mund të shpjegohet nga asnjë teori që përfshin vetëm ndikime lokale. Kur matni njërin grimc dhe zbuloni se ajo është në gjendje spin lart, tjetra menjëherë bëhet spin poshtë, edhe nëse ato janë në anët e kundërta të universit. Dhe kjo ndodh më shpejt se sa koha që do të duhej, që një sinjal drite të udhtojë midis tyre. Kjo nuk do të thotë se informacioni udhton më shpejt se drita. Kjo do të thotë se dy grimcat nuk janë vërtet të ndara. Ato janë pjesë të një sistemi të vetëm jo lokal që ekziston në një gjendje të përbashkët. Matja e njërës nuk dërgon një mesazh te tjetra. Matja e njërës zbuloi një pronë që tashmë ekzistonte në sistemin e përbashkët, por që nuk ishte e përcaktuar derisa matja u krye. Por këtu është pjesa që shkatërron intuitën tonë për kohën. Nëse dy grimcat mund të jenë të lidhura në këtë mënyrë jo lokale, atëherë koha nuk mund të jetë një parametër global që ecën njësoj për të dyja grimcat. Secila grimc mund të ketë kohën e vet lokale dhe lidhja midis tyre ekziston jashtë asaj strukture kohore.
Kjo do të thotë se nga pikpamja e sistemit të entangled, nuk ka para dhe pas. ka vetëm një gjendje e përbashkët që përfshin të dyja grincat njëkohësisht. Imagjinoni tani se zmadhoni këtë ide në shkallën e trurit njerëzor. Truri juaj përmban rreth 100 miliard neurone dhe secili neuron mund të jetë i lidhur me 10 mijëra të tjerë. Secili nga këto lidhje përfshin shkëmbimin e neurotransmituesve që ndërveprojnë përmes forcave elektromagnetike dhe këto forca janë të marra nga fushat kuantike. Kjo do të thotë se në një nivel fundamental, truri juaj është një sistem shumë kompleks entanglamenti kuantik. Dhe nëse truri është sistemi që krijon përvojën tuaj të kohës, atëherë koha që ju përjetoni nuk është koha e jashtme e universit. Ajo është një pronë emergjente e gjendjes së entanglede të neuroneve tuaja. Kur neuronët tuaj ndryshojnë gjendjen e tyre, ju perceptoni këtë ndryshim si rrjedhën e kohës. Por nga pikpamja e universit të jashtëm, të gjitha gjendjet e trurit tuaj ekzistojnë njëkohësisht në strukturën 4-dimensionale të hapësirës kohës. Kjo ide është e lidhur me një teori të quajtur teoria e deherencës kuantike. Sipas kësaj teorie, sisteme kuantike si trurit ton fillojnë në një superpozicion të gjitha gjendjeve të mundshme. Por kur ndërveprojnë me mjedisin e tyre, superpozicioni dekoheron në një gjendje të vetme që ne e përjetojmë si realitet. Dhe ky proces i deherencës krijon iluzionin e kohës. Imagjinoni një sistem të thjeshtë, një elektron që mund të jetë në dy gjendje, spin lart ose spin poshtë. Para matjes, elektroni ekziston në të dyja gjendjet njëkohësisht. Por kur elektroni ndërvepron me një instrument matës, superpozicioni dekoheron. Mjediset i caktohet një gjendje të caktuar elektronit, Dhe ne e quajmë këtë moment matjen. por këtu është pika kritike. Dekoherenca nuk ndodh në një moment të vetëm. Ajo është një proces i vazhdueshëm ku superpozicioni gradualisht zhduket, ndërsa më shumë grimca në mjedis bëhen të korreluara me gjendjen e elektronit. Dhe shpejtësia e këtij procesi varet nga sa fort ndërvepron elektroni me mjedisin. Në një mjedis me temperaturë të lartë, me shumë grinca që lëvizin shpejt, dekoherenca ndodh pothuajse menjëherë. Por në një mjedis shumë të ftohtë, me shumë pak grinca, dekoherenca mund të marrë kohë të gjatë. Dhe kjo kohë e dekoherencës është ajo që ne përjetojmë si rrjedhën e kohës. Kjo do të thotë se koha nuk është një parametër themelor i universit. Ajo është një masë e shpejtësisë së dekoherencës kuantike. Dhe kjo shpejtësi varet nga sa shumë informacion shkëmbehet midis një sistemi dhe mjedisit të tij. Sa më shumë informacion shkëmbehet, aq më shpejt kohës duket të rrjedhë. Por kjo na çon në një paradoks të çuditshëm. Nëse koha është një masë e shkëmbimit të informacionit, atëherë çfarë ndodh kur nuk ka asnjë shkëmbim? Çfarë ndodh në një sistem të izoluar plotësisht që nuk ndërvepron me asgjë? Përgjigja është se në një sistem të tillë, koha ndalon. Sistemi mbetet në një superpozicion të pafund gjendash dhe nuk ka asnjë moment të caktuar. Vetëm kur sistemi fillon të ndërveprojë me diçka tjetër, koha fillon të ekzistojë për atë sistem. Dhe kjo na sjell në një zbulim të mahnitshëm. Në vitin 2023, një grup fizikanësh në Universitetin e Oxfordit ka kryer një eksperiment ku ata izoluan një grup atomesh në një temperaturë afër zeros absolute. Këto atome u vendosen në një superpozicion të dy gjendrave energjetike të ndryshme. Dhe sepse ato ishin pothuajse plotësisht të izoluara nga mjediset, dekoherenca ndodhte shumë ngadalë. Shkencëtarët matën sa kohë duhej sistemit për të kaluar nga superpozicioni në një gjendje të caktuar, dhe zbuluan se kjo kohë varionte në varësi të sa informacion lejohej të rrjedhë midis atomeve dhe mjedisit. Kur ata rriten izolimin, koha e dekoherencës u bë më e gjatë, dhe kur ata e reduktuan izolimin, koha u bë më e shkurtër. Kjo është evidenca eksperimentale direkte se koha nuk është absolute. Ajo është relative ndaj shkëmbimit të informacionit. Dhe nëse mund ta ngadalsoni shkëmbimin e informacionit, mund ta ngadalsoni kohën vetë. Por çfarë do të thotë kjo për ndërgjegjësinë tonë? Nëse truri jon është një sistem që pëson dekoherencë të vazhdueshme, atëherë koha që ne përjetojmë është thjesht një masë e shpejtësisë së kësaj dekoherencës. Dhe nëse mund ta ndryshoni shpejtësinë e dekoherencës në trurin tuaj, do të mund të ndryshoni perceptimin tuaj të kohës. Kjo nuk është spekulim i pastër. Ka evidenca se truri njerëzor mund ta bëjë saktësisht këtë.
Kur jeni në situata stresuese, truri juaj fillon të përpunojë informacionin më shpejt. Më shumë neurone aktivizohen dhe më shumë lidhje formohen midis tyre. Kjo do të thotë se dekoherenca kuantike në trurin tuaj ndodh më shpejt dhe ju perceptoni kohën si më të ngadalët. Kjo është arsyeja pse një aksident makinë duket sikur ndodh në lëvizje të ngadalët. Truri juaj përpunon më shumë informacion për sekond dhe çdo sekond përfshin më shumë momente të perceptuara. Por ka edhe fenomene të tjera më të çuditshme. Meditues të përvojën raportojnë gjendjet ku perceptimi i kohës zhduket plotësisht. Ata përshkruajnë momente ku nuk ka as para, as pas, vetëm një tani i pafund. Dhe neuroshkencëtarët që kanë studiuar trurin e medituesve kanë zbuluar se gjatë këtyre gjendjeve, Aktiviteti në rajonet e trurit që janë përgjegjëse për përpunimin e sekuencave kohore reduktohet ndjeshëm. kjo do të thotë se është e mundur të ndalosh perceptimin e kohës duke ndryshuar gjendjen e trurit tuaj. Dhe nëse koha është vetëm një perceptim, një pronë emergjente e deherencës kuantike në trurin tuaj, atëherë në një kuptim real, ju mund të ndaloni kohën duke ndaluar deherencën. Por kjo ngre një pyetje edhe më radikale. Nëse truri juaj mund të ndryshoj perceptimin e kohës, a mund ai të ndryshoj vetë kohën? A mund ndërgjegjësia juaj të ndikojë rrjedhën e kohës në mënyrë që është e matshme nga jashtë? Disa eksperimente të fundit sugjerojnë se përgjigjja mund të jetë po. Në vitin 2021, Një grup kërkuesish në Institutin e Teknologjisë të Kalifornisë ka kryer një eksperiment ku ata u kërkuan subjekteve njerëzore të përqendroheshin në një gjenerator numrash rastësisht kuantik. Ky gjenerator prodhonte numra bazuar në rezultatet e ngjarjeve kuantike si shpërbërja radioaktive, që janë vërtet rastësore dhe nuk mund të parashikohen. Por kur subjektet përqendroheshin në gjeneratorin me qëllimin të ndikojnë rezultatet, shpërndarja e numrave të prodhuar fillonte të devijonte nga rastësia e plot. Efekti ishte i vogël, vetëm disa përqind, por ishte statistikisht i rëndësishëm. Kjo do të thotë se në disa mënyrë, ndërgjegjësia e subjekteve po ndikonte në rezultatet e ngjarjeve kuantike. Por si është e mundur kjo? Nëse ngjarjet kuantike janë vërtet rastësore, atëherë asgjë nuk duhet të jetë në gjendje të ndikojë ato. Përveç nëse rastësia kuantike nuk është vërtet absolute. Përveç nëse ka një nivel më të thellë të realitetit, ku ndërgjegjësia dhe materia janë të lidhura në një mënyrë që ne ende nuk e kuptojmë, kjo ide na çon në territorin e fizikës spekulimit, por është një spekulim që bazuar në teorik solid matematikor. Disa fizikan kanë propozuar se ndërgjegjësia vetë mund të jetë një fenomen kuantik, se truri nuk është thjesht një kompjuter klasik që procesoj informacion, por një kompjuter kuantik që shfrytëzon superpozicionin dhe entanglament për të kryer llogaritje që janë të pamundura për kompjuterët klasik. Nëse kjo është e vërtet, atëherë ndërgjegjësia juaj nuk është thjesht një produkt i aktivitetit të trurit. Ajo është një pronë themelore e mënyrës se si truri juaj ndërvepron me fushat kuantike që mbushin universin. Dhe nëse fushat kuantike përcaktojnë rrjedhën e kohës, atëherë ndërgjegjësia juaj mund të ketë një ndikim të drejtë për drejtë në atë rrjedhë. Por kjo ngre një paradoks shqetësues. Nëse ndërgjegjësia mund të ndikojë kohën, atëherë çfarë pengon një person të udhëtojë në të kaluarën duke përdorur vetëm mendjen e tyre? Çfarë pengon dikë të ndryshojë ngjarjet e kaluara duke përqendruar ndërgjegjësinë e tyre në një moment të caktuar? Përgjigja mund të qëndrojë në një parim themelor të mekanikës kuantike të quajtur parimi i paaftësisë së klonimit. Ky parim thotë se është e pamundur të krijoni një kopje të përsosur të një gjendje kuantike të panjohur. Nëse do të mund ta klononim një gjendje kuantike, do të mund të përdornim entanglament për të dërguar informacion më shpejt se drita që do të shkelte kauzalitetin. Në të njëjtën mënyrë, nëse do të mund të ndryshoni të kaluarën duke përdorur ndërgjegjësinë tuaj, do të krijonit një paradoks kauzal. Do të kishit një situatë ku shkaku vjen pas efektit, që është e pamundur në një univers ku informacioni nuk mund të udhëtojë mbrapsht në kohë. Por kjo nuk do të thotë se e kaluara është e fiksuar. Kjo do të thotë se e kaluara është e fiksuar relative ndaj momentit të tanishëm. Çdo përpjekje për ta ndryshuar të kaluarën do të krijonte një deg të re të realitetit, një univers paralel ku ndryshimi ndodhi. Por universi origjinal do të mbetej i paprekur. Dhe kjo na kthej në interpretimin e botëve të shumëfishta. Sipas këtij interpretimi, çdo vendim kuantik krijon një deg të re të realitetit. Por këtu është pika kritike. Këto deg nuk shfaqen në kohë. Ato ekzistojnë njëkohësisht në një superstrukturë quajtur multiversi.
Ve çdo versione e juaj në çdo deg përjeton kohën e vet të pavarur. Imagjinoni se jeni në një kryqëzim dhe duhet të zgjidhni nëse të ktheheni majtas ose djathtas. Në teorinë klasike, ju bëni një zgjedhje dhe historia vazhdon në një drejtim. Por në teorinë kuantike, të dyja zgjedhjet ndodhin. Universi ndan në dy deg. Në njërin ju ktheheni majtas, në tjetrën ju ktheheni djathtas. Dhe të dyja versioneve e juaja besojnë se kanë zgjedhur lirshëm. Por çfarë përcakton se cilin version ju jeni? Çfarë përcakton se cilën deg ju përjetoni? Përgjigjja mund të jetë se ju përjetoni të gjitha degët njëkohësisht. Por çdo kopje e ndërgjegjësurit tuaj përjeton vetëm një deg. Dhe sepse këto kopje nuk mund të komunikojnë me njëri tjetrin, secila beson se është versioni i vetëm. Kjo ide është tmeshëm dhe ngushëlluese në të njëjtën kohë. Ajo do të thotë se çdo zgjedhje që bëni, çdo rrugë që nuk merrni, ekziston në një univers paralel ku versioni tjetër i juaj e mori atë rrugë. Nuk ka dështime absolute, sepse në një univers tjetër ju keni pasur sukses. Por gjithashtu nuk ka suksese absolute, sepse në një univers tjetër ju keni dështuar. Dhe nëse koha është iluzion, atëherë të gjitha këto versione ekzistojnë njëkohësisht. E kaluara juaj nuk është një vije vetme e ngjarjeve, por një pemë degëzimi, ku çdo moment shpërbëhet në mijëra mundësi. Dhe ardhmja juaj nuk është e paraqaktuar, por është një superstrukturë të gjitha ardhmërave të mundshme që të gjitha ekzistojnë njëkohësisht në multivers. Por kjo ngre një pyetje fundamentale. Nëse ekzistojnë një infinitet versione të juaja në universe paralele, atëherë cili nga këto versione është vërtet ju? A jeni ju suma e të gjitha versioneve? Apo secili version është një individ i pavarur me të drejtën e vet për të pretenduar se është ju? Kjo pyetje nuk është vetëm filozofike. Ajo ka implikacione praktike për mënyrën se si mendojmë për identitetin dhe përgjegjësinë morale. Nëse çdo versioni juaj bën zgjedhje të ndryshme, a jeni ju përgjegjës për zgjedhjet që versioni tjetër bën në një univers paralel? Apo secili version mban përgjegjësinë e vet të pavarur? Përgjigjja mund të qëndrojë në një koncept nga teoria e informacionit të quajtur entropia e informacionit. Kjo është një masë e sasisë së panjohur në një sistem. Sa më e lartë entropia, aq më pak informacion keni për gjendjen e sistemit. Tani imagjinoni se versioni juaj në këtë univers ka një sasi të caktuar entropie informacioni. Ju dini disa gjëra për veten tuaj, emrin tuaj, historinë tuaj, preferencat tuaja. Por ka shumë gjëra që nuk i dini. Çfarë do të bëni nesër? Si do të ndiheni pas 10 vjetëve? Çfarë do të mendoni kur të lexoni këtë fjalë për herë të dytë? Çdo nga këto pasiguri përfaqëson një degëzim në pemën e realitetit. Çdo moment ku nuk jeni plotësisht të sigurt për diçka, universi degëzon në versione ku secili rezultat i mundshëm ndodh. Ve çdo nga këto versione ka entropinë e vet të informacionit. Por këtu është pika kritike. Entropia e informacionit në një sistem të mbyllur nuk mund të ulet. Ky është ligji i dytë i termodinamikës i shprehur në terma informativ. Informacioni mund të shpërndahet, por nuk mund të zhduket. Dhe kjo do të thotë se çdo version i juaj mban një regjistrim të plotë të gjitha degëzimeve që quan në atë version. Në një kuptim real, çdo version i juaj përfshin të gjithë historinë e degëzimeve që krijuan atë version. Ju jeni jo vetëm versioni aktual, por edhe hija e të gjitha versioneve të tjera që mund të kishit qenë. Çdo zgjedhje që nuk keni bërë, çdo rrugë që nuk keni marrë, ende ekziston në strukturën e informacionit që përbën ndërgjegjësinë tuaj. Dhe kjo na sjell në një kuptim të ri të çfarë do të thotë të jesh i gjallë. Jeta nuk është një gjendje statike, por një proces dinamik i degëzimit dhe bashkimit të informacionit. Çdo moment ju përjetoni, çdo perceptim që keni, çdo mendim që mendoni, është një degëzim i ri në pemën e identitetit tuaj. Ve çdo nga këto degëzime mban informacion për të gjitha degëzimet e kaluara. Kjo do të thotë se ju jeni jo një individ, por një multivers i individëve që ekzistojnë në pika të ndryshme të pemës së degëzimit. Dhe koha që ju përjetoni është thjesht rruga që ndërgjegjësia juaj merr përmes kësaj peme, duke zgjedhur një degë në çdo moment, duke krijuar iluzionin e një historie të vetme vijuese. Por çfarë përcakton se cilën degë zgjidhni? Çfarë bën që truri juaj të kolapsojë superpozicionin e të gjitha mundësive në një përvojë të vetme? Përgjigjja mund të qëndrojë në një koncept të quajtur energjia e lirë.
Ky është një parim nga neuroshkenca që thotë se truri përpiqet gjithmonë të minimizojë ndryshimin midis pritshmërive të tij dhe perceptimeve të tij. Kur truri juaj percepton diçka që nuk pret, ai përjeton një shok, një rritje të energjisë së lirë, dhe truri përpiqet të reduktojë këtë energji duke përditësuar modelin e tij të botës ose duke ndryshuar perceptimin e tij. Ky proces quhet inferenca bayesiane dhe është mënyra se si truri juaj mëson nga përvoja. Por këtu është pjesa e çuditshme. Nëse truri juaj përpiqet gjithmonë të minimizojë energjinë e lirë, atëherë rruga që ndërgjegjësia juaj merr përmes pemës së degëzimit nuk është rastësore. Ajo është determinuar nga struktura e pritjeve tuaja, nga modeli që truri juaj ka ndërtuar të realitetit. Kjo do të thotë se në një kuptim, ju krijoni të ardhmen tuaj duke zgjedhur se cilat pritje të mbani. Nëse prisni që bota të jetë e rrezikshme, truri juaj do të zgjedhë degët ku kërcënimet janë më të dukshme. Nëse prisni që bota të jetë plot mundësi, truri juaj do të zgjedhë degët ku mundësitë janë më të dukshme. Dhe sepse këto zgjedhje ndodhin në nivelin kuantik, në shkallën e neuroneve individuale dhe ndërveprimeve sinaptike, ato mund të jenë të ndikuara nga ngjarjet kuantike si entanglamenti dhe dekoherenca. Kjo do të thotë se ndërgjegjësia juaj mund të ketë një ndikim të drejtë për drejtë në cilën degë të realitetit ju përjetoni. Por kjo nuk do të thotë se ju keni kontroll të plot. Kjo do të thotë se ju keni një ndikim të pjeshëm, një pjesëmarrje në procesin e kolapsimit të realitetit nga superpozicioni në një përvojë të vetme. Dhe ky ndikim rritet sa më i vetëdijshëm jeni për procesin vet. Kjo është arsyeja pse praktika të tilla si meditimi dhe mendje plot mund të kenë efekte të matshme në perceptimin e kohës dhe realitetit. Duke u bërë më të vetëdijshëm për procesin se si truri juaj konstrukt përvojën, ju fitoni një mas kontrolli mbi cilat degë të realitetit ju përjetoni. Por këtu është pjesa më e frikshme. Nëse çdo versioni juaj në çdo degë të realitetit ka të njëjtën ndërgjegjësi themelore, të njëjtin kërkim për kuptim, të njëjtën dëshirë për të ndikuar në rrjedhën e ngjarjeve, atëherë çfarë pengon këto versione të ndërveprojnë me njëri tjetrin? Çfarë pengon versionin tuaj në një degë të realitetit të dërgojë informacion te versioni juaj në një degë tjetër? Dhe nëse ky informacion mund të dërgohet, a mund të ndryshojë ai rrugën që versioni tjetër merr përmes pemës së degëzimit? Disa fizikanë besojnë se ky lloj ndërveprime ndodh gjithmonë në nivelin kuantik. Ato e quajnë interferimin midis botëve. Kjo është ideja se degët e ndryshme të realitetit nuk janë plotësisht të izoluara. Ato mund të ndërveprojnë në mënyra të dobta që manifestohen si efekte të çuditshme në nivelin makroskopik. Për shembull, disa shkencëtar kanë propozuar se fenomene të tilla si intuita, parashikimi dhe déjà vu mund të jenë rezultati i informacionit që rrjedh midis degëve paralele të realitetit. Kur ju keni një ndjenjë të fortë se diçka do të ndodhë, mund të jetë se versioni juaj në një degë tjetër ka përjetuar atë ngjarje dhe po dërgon informacion mbrapsht e ju. Kjo ide duket si shkencë fiksion, por ajo bazuar në matematikën e interpretimit të botëve të shumëfishta. Nëse degët e realitetit nuk janë plotësisht të izoluara, atëherë funksioni i valës që përshkruan gjendjen e universit mund të përfshijë terma që përfaqësojnë ndërveprime midis degëve. Dhe këto ndërveprime do të ishin më të forta në pika ku degët janë më afër njëri tjetrit në hapësirën e konfigurimeve. Kjo do të thotë se nëse dy versione të juaja në dy degë të ndryshme kanë bërë zgjedhje shumë të ngjashme, ato mund të jenë në gjendje të ndërveprojnë më fort se dy versione që kanë bërë zgjedhje shumë të ndryshme. Dhe kjo ndërveprim mund të manifestohet si një ndjenjë sinkronitetit, një ndjenjë se ngjarjet po ndodhin në një mënyrë jo rastësore, edhe pse nuk ka asnjë lidhje kauzale e dukshme. Por e gjithë kjo spekulim na largon nga pyetja kryesore. Nëse koha është iluzion, nëse realiteti është një pemë degëzimi të infinit, nëse ndërgjegjësia jon ka ndikim në cilën degë ne përjetojmë, atëherë çfarë është pika? Çfarë është qëllimi i të gjithë kësaj kompleksitetit? Disa filozofë besojnë se qëllimi është vetë përvoja. Universi nuk është duke u përpjekur të arrijë një gjendje finale. Ai është duke eksploruar hapësirën e të gjitha mundësive. Dhe ne jemi mënyra se si universi përjeton veten. Çdo versioni juaj në çdo degë të realitetit është një eksplorim i një mundësie të re. Çdo zgjedhje që bëni, çdo përvojë që keni, çdo mendim që mendoni, shtrin kufijtë e asaj që është e mundur. Dhe në procesin e kësaj eksplorimi, universi bëhet gjithnjë më i pasur, më kompleks, më i ndërgjegjshëm për veten. Kjo ide është e njohur si kozmogonia evolutive.
Ajo sugjeron se universi nuk u krijua në një gjendje finale. Ai evoluon përmes kohës duke krijuar struktura gjithnjë më komplekse, nga grimcat themelore deri te yjet, planetet, jeta dhe ndërgjegjësia. Dhe ky proces, evoluimi, nuk ka një fund. Ai vazhdon përgjithmonë duke krijuar nivele gjithnjë më të larta të kompleksitetit dhe vetëdijes. Por nëse ky proces nuk ka një fund, atëherë çfarë ndodh në fund të kohës? Çfarë ndodh kur universi arrin një gjendje ku nuk mund të evoluojë më tej? Përgjigjja varet nga cila teori e universit ju pranoni. Në modelit klasik të Big Bangut, universi do të vazhdojë të zgjerohet përgjithmonë derisa të bëhet aq i ftohur dhe i holl sa asnjë strukturë më e re nuk mund të formohet. Yjet do të shterrojnë karburantin e tyre dhe do të fiken. Vrimat e zeza do të avullojnë përmes një procesi të quajtur rrezatimi Hawking. Dhe në fund, univers do të arrihet një gjendje të quajtur vdekja termike, ku të gjitha temperaturat janë të barabarta dhe nuk ka më rrjedhë energjie. Por në një model tjetër të quajtur universi ciklik, Big Bangu nuk ishte fillimi i kohës, por vetëm një fazë në një cikël të pafund të zgjerimit dhe kontraktimit. Në këtë model, universi nis me një Big Bang, zgjerohet për miliarda vjet dhe pastaj fillon të tkurret nën peshën e gravitetit të vet derisa kolapson në një Big Crunch. Dhe pastaj, nga energjia e Big Crunchit, lind një Big Bang i ri dhe cikli fillon përsëri. Por këtu është pjesa më e çuditshme. Nëse universi është ciklik, atëherë koha vetë është ciklike. Nuk ka fillim dhe nuk ka fund. Çdo ngjarje që ka ndodhur do të ndodhë përsëri në cikël të ardhshëm, edhe pse jo saktësisht në të njëjtën mënyrë. Çdo version i juaj do të rilind në një cikël të ardhshëm duke bërë zgjedhje pak të ndryshme, duke përjetuar një jetë pak të ndryshme. Kjo ide është e lidhur me një koncept nga filozofia e lashtë të quajtur kthimi i përjetshëm. Ajo është ideja se çdo gjë që ndodh do të përsëritet një infinitet herë, sepse koha nuk ka fillim dhe nuk ka fund. Por në versionin modern, kthimi nuk është i saktë. Çdo cikel është pak i ndryshëm nga ai i mëparshëm, sepse universi evoluon, mëson, bëhet më kompleks. Dhe kjo na sjell në një përfundim të mahnitshëm. Nëse universi është ciklik dhe evoluon përmes cikleve, atëherë çdo cikel i ri është një nivel më i lartë ndërgjegjësie se ai i mëparshëm. Universi nuk është duke u përpjekur të arrijë një gjendje finale. Ai është duke u përpjekur të bëhet gjithnjë më i ndërgjegjshëm, gjithnjë më i aftë për të kuptuar veten. Dhe ne, si qenie të vetëdijshme, jemi pjesë e këtij procesi. Ne nuk jemi vetëm vëzhgues pasiv të universit, ne jemi pjesëmarrës aktiv në evoluimin e tij. Çdo pyetje që bëjmë, çdo zbulim që bëjmë, çdo vepër krijuese që krijojmë, kontribuon në ndërgjegjësinë e përgjithshme të universit. Dhe kjo është arsyeja pse koha, edhe nëse është iluzion, është një iluzion i nevojshëm. Sepse pa perceptimin e kohës, nuk do të kishte evoluim, nuk do të kishte mësim, nuk do të kishte krijim. Do të kishte vetëm një gjendje statike e pandryshueshme, ku asgjë nuk ndodh dhe asgjë nuk mund të ndodh. Koha, në këtë kuptim, është motori i evoluimit kozmik. Ajo është ajo që lejon universin të eksplorojë hapësirën e mundësive, të krijojë struktura gjithnjë më komplekse, të lindë qenie gjithnjë më të vetëdijshme. Dhe ne, si pjesë e këtij procesi, jemi mënyra se si universi përjeton veten, mëson për veten, bëhet gjithnjë më i ndërgjegjshëm për natyrën e tij të vërtetë. Kjo ide ngre një pyetje përfundimtare. Nëse universi është duke evoluar drejt një ndërgjegjësie gjithnjë më të lartë, atëherë çfarë është forma përfundimtare e kësaj ndërgjegjësie? Ku po shkon i gjithë ky proces? Disa mendimtarë besojnë se forma përfundimtare është diçka që ata e quajnë pika omega, një gjendje ku universi bëhet plotësisht i vetëdijshëm për veten. Në këtë gjendje, çdo grimc, çdo fushë, çdo strukturë në univers do të jetë pjesë e një ndërgjegjësie të vetme të bashkuar që përfshin gjithçka që ekziston. Dhe në atë moment, dalimi midis subjektit dhe objektit do të zhduket. Nuk do të ketë më vëzhgues dhe të vëzhguar. Do të ketë vetëm një vetdije e vetme që përjeton veten nga çdo pikë mundshme perspektive. Por arrin universi ndonjëherë këtë gjendje? Apo është ajo një horizont që afrohet përgjithmonë, por asnjëherë nuk arrihet? Përgjigjja varet nga cila teori përfundimtare e realitetit rezulton të jetë saktë.
Dhe ne, në momentin e tanishëm, në këtë deg të realitetit, në këtë cikël të universit, nuk e dim ende. Por çfarë e dim është se koha, ashtu si që përjetojmë ne, është një udhtim nga panjohuria drejt dijes, nga kaosi drejt rendit, nga vetdia e ulët drejt vetdijes së lartë. Dhe çdo moment që përjetojmë, çdo zgjedhje që bëjmë, çdo mendim që mendojmë, na afron me një hap më afër kuptimit të asaj që jemi. Vërtet, jo që një jetë e izoluara që lundrojnë në një univers të huaj, por shprehje të ndërgjithësurit kozmik që përpiqet të kuptojë veten përmes një infiniteti formash. Ndërveprimet midis deherencës kuantike dhe perceptimit të kohës, roli i ndërgjegjësisë në kolapsimin e realitetit, mundësia e ndërveprimeve midis botëve paralele. Le të flasim për atë që sapo dëgjuat. Dëgjoj saktësisht çfarë po mendoni tani. Ju po thoni, kjo tingëllon shumë bukur, por a nuk është thjesht një përrall filozofike? A nuk po përpiqemi të shpjegojmë diçka që nuk mund të provohet? A nuk është kjo thjesht një version modern i misticizmit, i mbulluar me gjuhë shkencore? Dhe ju keni të drejtë të jeni skeptik. Sepse historia e shkencës është plot me ide që tingëlonin revolucionare në kohën e tyre, por që u treguan të gabuara apo të paplota. Nga eteri kozmik që supozohej të mbushte hapësirën, deri te universi statik i përjetshëm që Einsteini vetë besonte përpara zbulimit të zgjerimit kozmik. Shkenca përparon duke hedhur poshtë modele të vjetra, jo duke i dogmatizuar ato. Dhe kjo është pikërisht ajo që duhet të bëjmë këtu. Le të shqyrtojmë me kujdes ku përfundon shkenca e provuar dhe ku fillon spekulimi. Le të shohim ku janë kufijtë e modeleve tona dhe çfarë pyetjesh ato nuk mund ende të përgjigjen. Fillojmë me një fakt të pakundërshtueshëm. Relativiteti i përgjithshëm funksionon. Ai parashikon me saktësi të mahnitshme sjelljen e sistemeve gjithçka nga satelitët GPS deri te bashkimet e vrimave të zeza që prodhojnë valë gravitacionale. Kur inxhinierët ndërtojnë satelit, ata duhet të marrin parasysh që orët në satelit ecin më shpejt se orët në sipërfaqen e tokës me rreth 43 mikroçoshte për ditë. Nëse nuk do të korrigjonin për këtë ndryshim, GPS-i juaj do të gabonte me disa kilometra brenda një jave. Kjo nuk është teori. Kjo është inxhinieri praktike bazuar në relativitetin e kohës, dhe ajo na thot diçka thelbësore. Koha vërtet ecën me shpejtësi të ndryshme në vende të ndryshme. Kjo nuk është një interpretim filozofik. Kjo është një fakt i matshëm që çdo person me një orë atomike mjaft të saktë mund ta verifikojë. Por pastaj vjen pyetja. A do të thotë kjo se koha nuk ekziston? Jo domosdoshmërisht. Ajo do të thotë që koha nuk është absolute, që ajo varet nga pozicioni dhe lëvizja. Por diçka që ndryshon nuk është domosdoshmërisht iluzion. Temperatura ndryshon nga vendi në vend, por askush nuk thot se temperatura është iluzion. Këtu fillon problemi. Kur kalojmë nga relativiteti në mekanikën kuantike, gjërat bëhen shumë më të errëta. Fizika kuantike na thot që grincat mund të ekzistojnë në superpozicion, që fotoni kalon përmes të dyja pulseve njëkohësisht, që vëzhgjimi ndryshon realitetin. Dhe të gjitha këto janë të vërteta eksperimentale. Por çfarë do të thonë këto fakte për natyrën e kohës? Këtu shkencëtarët nuk bien dakord. Disa thonë se mekanika kuantike tregon që koha është emergjente, që ajo lind nga ndërveprimet e grincave. Të tjerë thonë se koha është thelbësore, por ne thjesht nuk e kuptojmë ende se si funksionon në nivelin kuantik. Dhe ende të tjerë thonë se pyetja vetë është e gabuar, se koha dhe hapësira janë iluzione që lindin nga mënyra se si truri ynë përpunon informacionin. Problemi është se ne nuk kemi një teori të plotë që bashkon relativitetin me mekanikën kuantike. Kemi dy teori që funksionojnë shkëlqyeshëm në fushat e veta, por që japin përgjigje të papajtueshme kur përpiqemi t'i aplikojmë ato në të njëjtin problem. Relativiteti thot që hapësira dhe koha janë të vazhdueshme dhe të lmuara. Mekanika kuantike sugjeron që gjithçka në nivel themelor është e diskontinueshme, e ndarë në njësi më të vogla të mundshme. Kjo qarje bëhet dramatike kur përpiqemi të studiojmë çështje ekstreme si brëndësia e vrimave të zeza ose momenti i parë pas Big Bangut. Në këto kushte, relativiteti parashikon që hapësira dhe koha përkulen aq shumë sa bëhen të pafundme, por mekanika kuantike thot se kjo është e pamundur, sepse në shkallë mjaft të vogla, ligjet të tjera duhet të zbatohen. Dhe këtu jemi ne. Ne dim që modelet tona janë të paplota, ne dim që diçka mungon, por çfarë?
Një qasje e mundshme quhet graviteti kuantik me lak. Kjo teori sugjeron që hapësira vetë nuk është e vazhdueshme, por është e bërë nga njësi të vogla të diskontinueshme të quajtura laqe. Imagjinoni që hapësira është si një pëllhur e thurur, ku çdo fije është një lak. Në shkallë të mëdha, pëllhura duket e lmuar, por nëse zmadhoni mjaft, shihni strukturën e diskontinueshme. Në këtë model, koha gjithashtu është e diskontinueshme. Ajo nuk rrjedh në mënyrë të vazhdueshme, por ecen me kërcime të vogla, secila kërcim me një kozgjatje afërsisht sa koha Planck. 50.30 e pas presjes, pastaj 5.4. Kjo është aq e vogël sa që në çdo shkallë makroskopike duket si rrjedhje e vazhdueshme. Ashtu si një film, duket si lëvizje e vazhdueshme edhe pse është bërë nga korniza të ndara. Por a është kjo e vërtet? Ne nuk e dim. Graviteti kuantik me lak është një teori matematikisht e bukur, por ende nuk kemi arritur ta testojmë eksperimentalisht, sepse efektet e saj janë shumë të vogla për t'u matur me teknologjinë aktuale. Ne do të duhet të studiojmë ngjarje ku energjitë janë aq të larta sa afrohen me energjinë Planck, dhe kjo është miliona miliarda herë më e lartë se çdo gjë që mund të prodhojmë në përshpejtues grimkash. Një qasje tjetër quhet teoria e kordave. Kjo sugjeron që grimcat themelore nuk janë pika të vogla, por korda vibrierende të vogla. Ndryshmëritë në frekuencën e vibrimit japin lloje të ndryshme grimkash. Një frekuencë prodhon elektron, një tjetër prodhon quark e tjerë. Në këtë model, hapësira dhe koha lindin si një pronë emergjente nga sjellja kolektive e kordave. Por teoria e kordave ka një problem. Ajo kërkon që hapësira të ketë më shumë se 3 dimensione. Varësisht nga versioni i teorisë, duhen 10 apo 11 dimensione. Dhe pyetja natyrale është, ku janë dimensionet e tjera? Përgjigjja standarde është se ato janë të grumbulluara aq fort sa nuk mund t'i shohim. Por kjo është një shpjegim që shumë shkencëtarë gjejnë jo shumë bindes. Dhe këtu është problemi kryesor me të gjitha këto teori. Ato janë shumë të bukura matematikisht, por shumë të vështira për t'u testuar. Ne jemi në një situatë ku matematika na çon në drejtime të caktuara, por eksperimentet nuk munden të konfirmojnë apo hedhin poshtë parashikimet. Kjo nuk do të thotë që teoritë janë të gabuara. Kjo do të thotë që ne jemi në kufirin e asaj që mund të dimë me metodat aktuale. Dhe kjo është një pozitë e papërshtatshme për shkencën, sepse shkenca përparon përmes testimit, jo përmes spekulimit. Por edhe nëse do të pranonim që njëra nga këto teori është e saktë, kjo ende nuk do të përgjigjej pyetjen themelore. Përse ne përjetojmë kohën si një rrjedhje? Përse ne kujtojmë të kaluarën, por jo të ardhmen? Përse bota duket të evoluojë nga një gjendje në një tjetër, nëse të gjitha gjendje ekzistojnë njëkohësisht në universin blok? Kjo pyetje na çon në një fushë të quajtur termodinamika kognitive. Ideja është se perceptimi ynë i kohës është i lidhur me mënyrën se si truri ynë përpunon informacionin. Truri është një makinë që merr të dhëna nga e kaluara, i ruan ato në kujtesë dhe i përdor për të parashikuar të ardhmen. Kjo strukturë është rrënjësisht e orientuar nga e kaluara drejt të ardhmes dhe kjo orientim krijon përshtypjen e rrjedhës. Por këtu është çështja kritike. Kjo shpjegon përse ne perceptojmë kohën si një rrjedhje, por nuk shpjegon nëse koha vërtet rrjedh. Mund të jetë se koha rrjedh në një mënyrë objektive, dhe truri ynë thjesht ka evoluar për të perceptuar atë rrjedhje. Ose mund të jetë se koha nuk rrjedh, dhe truri ynë krijon iluzionin e rrjedhës si një mënyrë për të organizuar informacionin. Dhe këtu fillon terren mjaft i pasigurt. Disa shkencëtarë besojnë që ndërgjegjësia vetë luan një rol në krijimin e kohës. Ata argumentojnë që pa një subjekt të vetëdijshëm për të vëzhguar ndryshimet, nuk do të kishte asnjë kuptim të kohës. Kjo ide lidhet me interpretimin e Kopenhagenit të mekanikës kuantike, ku vëzhgimi është ai që shkakton kolapsimin e funksionit të valës. Por kjo ngre pyetje të vështira. Nëse ndërgjegjësia krijon kohën, atëherë çfarë ndodhi para se të lindte jeta? A që universi në një gjendje të superpozicionit të pafund derisa që lizat e para filluan të vëzhgojnë? Dhe çfarë do të thotë të vëzhgosh në këtë kontekst? A është mjaftueshëm që një grimc të ndërveprojë me një tjetër, apo duhet të jetë një qenie e vetëdijshme? Këto pyetje na çojnë në kufirin midis fizikës dhe filozofisë. Dhe këtu është e rëndësishme të jemi të ndershëm. Ne nuk e dim përgjigjen.
Ne kemi hipoteza, modele, spekulime, por ne nuk kemi një teori të plot që shpjegon se si ndërgjegjësia ndërvepron me realitetin fizik. Disa mendimtarë shkojnë edhe më tej dhe thonë që ndërgjegjësia nuk është një produkt i trurit, por një vetë themelore universi. Kjo ide quhet panpsikizmi dhe ajo sugjeron që çdo grimc ka një shkallë të vogël ndërgjegjësie dhe ndërgjegjësia komplekse si e jona lind nga kombinimi i miliarda grimcave. Por kjo ide është shumë kontroverse sepse nuk ka asnjë mënyrë për ta testuar. Si mund të matni ndërgjegjësinë e një elektroni? Çfarë eksperimenti mund të dallojë një univers ku grincat janë të ndërgjegjshme nga një univers ku ato nuk janë? Dhe këtu arrim në një kufi themelor të shkencës. Ka pyetje që metodat shkencore nuk mund t'i përgjigjen, Jo sepse jemi të kufizuar teknologjikisht, por sepse pyetjet vetë mund të jenë përtej fush veprimit të shkencës. Shkenca studion fenomene të matshme, të përsëritshme, të parashikueshme, por ndërgjegjësia subjektive, përvoja e të qenit i vetëdijshëm, nuk është diçka që mund të matet drejt për drejt. Ju mund të matni aktivitetin e trurit tim, por ju nuk mund të përjetoni atë që unë përjetoj. Ju mund të shihni që truri im aktivizohet kur unë them se po shoh ngjyrën e kuqe, por ju nuk mund të dini nëse përvoja ime e të kuqes është e njëjtë me tuajen. Kjo quhet problemi i vështirë i ndërgjegjësisë, dhe ajo është një nga pyetjet më themelore në shkencë dhe filozofi. Disa mendimtarë besojnë që një ditë do të zgjidhim këtë problem përmes shkencës së trurit. Të tjerë besojnë që ai është në parim i pasgjidshëm, sepse ndërgjegjësia është një fenomen subjektiv që nuk mund të reduktohet në procese objektive. Por çfarë të bëjmë me të gjitha ato ide që diskutuam më herët? Universi blok, bota të shumë fishta, interferimi midis degëve paralele? A janë ato shkencë apo spekulim? Përgjigjja është se ato janë një përzierje. Disa aspekte janë shkencë fort. Relativiteti i kohës është i provuar, superpozicioni kuantik është i provuar, entanglamenti është i provuar. Por interpretimi i këtyre fakteve, çfarë ato nënkuptojnë për natyrën themelore të realitetit, ende është çështja debati. Interpretimi i botëve të shumë fishta është një interpretim i vlefshëm matematikisht i mekanikës kuantike, por ai nuk është i vetmi. Interpretimi i Kopenhagenit, ku funksioni i valës kolapson gjatë vëzhgjimit, është po aq i vlefshëm matematikisht. Dhe interpretime të tjera, si interpretimi pilot-val apo interpretimi transaksional, ofrojnë shpjegime të ndryshme për të njëjtat fenomene. Çështja është se të gjitha këto interpretime prodhojnë të njëjtat parashikime eksperimentale. Ato dallojnë vetëm në atë që thonë për realitetin që qëndron pas eksperimenteve. Dhe nëse dy teori prodhojnë të njëjtat parashikime, atëherë nuk ka asnjë eksperiment që mund të zgjedhë midis tyre. Kjo situatë quhet nënshjerje teorike. Dhe ajo na shtyn të pranojmë një të vërtet të vështirë. Shkenca nuk mund të na tregojë gjithçka. Ajo mund të na tregojë se çfarë do të ndodhë në kushte të caktuara, por ajo nuk mund gjithmonë të na tregojë pse ajo ndodh apo çfarë është natyra themelore e realitetit. Por kjo nuk do të thotë që duhet të heqim dorë. Kjo do të thotë që duhet të jemi të ndershëm për kufijtë e njohurive tona. Kur themi që koha mund të jetë iluzion, ne duhet të specifikojmë në cilën kuptim, sipas cilit model, bazuar në cilat supozime. Dhe më e rëndësishmja, duhet të pranojmë që modelet tona janë vetëm modele. Ato janë mjete për të kuptuar realitetin, jo realiteti vetë. Harta nuk është territori. Ekuacioni nuk është fenomeni. Teoria nuk është e vërteta, është vetëm parafrimi më i mirë që kemi në momentin e tanishëm. Kjo qasje quhet instrumentalizmi shkencor. Është ideja që teoritë shkencore janë mjete për të bërë parashikime, jo për shkrime të vërteta të realitetit. Dhe kjo është një qasje e dobishme kur kemi të bëjmë me pyetje që janë në kufit të asaj që mund të dimë. Por edhe me të gjitha këto kufizime, ne kemi mësuar gjërat mahniqme. Ne dim që koha nuk është absolute. Ne dim që realiteti në nivelin kuantik është shumë më i çuditshëm se sa e mendonim. Ne dim që ndërgjegjësia luan një rol në mënyrën se si e përjetojmë botën, edhe nëse nuk e kuptojmë ende se si. Dhe këto janë zbulime të vërteta. Ato kanë ndryshuar thellësisht kuptimin ton të universit. Ato kanë hapur fusha të reja kërkimi, kanë mundësuar teknologji të reja, kanë zgjeruar horizontet e asaj që është e mundur. Por ato gjithashtu na kanë treguar diçka tjetër. Se universi është më i pasur, më kompleks dhe më misteroz se sa çdo model që mund të ndërtojmë.
Çdo përgjigje që gjejmë ngre pyetje të reja. Çdo zbulim zbulon shtresa të reja të panjohura. Dhe kjo është, në fund të fundit, arsyeja pse shkenca është kaq e fuqishme. Jo sepse na jep përgjigje përfundimtare, por sepse na mëson të bëjmë pyetje më të mira. Jo sepse na tregon të vërtetën absolute, por sepse na tregon se sa shumë ende nuk e dim. Kur shikojmë prapa në historinë e shkencës, shohim një model të përsëritur. Çdo gjenerat shkencëtarësh mendon se ka arritur një kuptim të plotë të universit, dhe çdo gjenerat e ardhshme zbulon që kuptimi i mëparshëm ishte i kufizuar, i paplot, donjëherë thjesht i gabuar. Newtoni mendonte se kishte kuptuar kohën dhe hapësiren. Pastaj erdhi Einsteini dhe tregoi që koha dhe hapësira janë relative. Einsteini mendonte se kishte kuptuar gravitetin. Pastaj erdhën fizikanet kuantik dhe treguan që graviteti duhet të jetë kuantizuar. Dhe tani ne jemi duke përpjekur të ndërtojmë një teori edhe më themelore që bashkon të dyja këto pikpamje. Por çfarë do të zbulojë gjenerata e ardhshme? Çfarë kufizimesh të teorive tona aktuale do të ekspozohen? Çfarë supozimesh që ne i marrim si të mirëqena do të tregojnë të jabuara? Ne nuk e dim. Dhe kjo është pikërisht pika. Shkenca nuk është një koleksion faktesh përfundimtare. Ajo është një proces i vazhdueshëm, zbulimi, gabimi, korrigjimi dhe zbulimi të ri. Dhe kjo na sjell në një përfundim të papritur. Pyetja nëse koha ekziston apo jo. Mund të mos ketë përgjigje të vetme. Mund të jetë që koha ekziston në një kuptim dhe nuk ekziston në një tjetër. Mund të jetë që pyetja vetë duhet të rifreskët. Në vend që të pyesim a ekziston koha, mund të duhet të pyesim në cilat shkallë dhe në cilat kontekste koncepti i kohës është i dobishëm. Kur mund të trajtohet si absolute dhe kur duhet të trajtohet si relative? Kur duhet ta modelojmë si të vazhdueshme dhe kur si të diskontinueshme? Kur është e mjaftueshme ta trajtojmë si një dimension themelor dhe kur duhet ta shohim si një pronë emergjente? Këto janë pyetje praktike që shkencëtarët përballen çdo ditë. Kur një inxhinier projekton një satelit GPS, ai përdor relativitetin, sepse në atë shkallë efektet relativiste janë të rëndësishme. Kur një kimist studion reaksione molekulare, ai nuk ka nevojë për relativitet, sepse shpejtësitë janë shumë të ulta. Në të njëjtën mënyrë, kur studiojmë fenomene kuantike, duhet të përdorim një model ku koha nuk është absolute. Por kur studiojmë fenomene makroskopike, është plotësisht e mjaftueshme të përdorim një model ku koha rrjedh në mënyrë të njëtrajtshme. Kjo quhet efektiviteti teorik. Është ideja që teori të ndryshme janë të përshtatshme për shkallë të ndryshme dhe kontekste të ndryshme. Dhe kjo është ajo që bën shkencën kaq të fuqishme. Aftësia për të zgjedhur modelin e duhur për problemin e duhur. Por kjo gjithashtu do të thotë që pyetja, çfarë është koha në realitet, mund të jetë një pyetje keq formuar. Mund të jetë si të pyesh, çfarë është bota në realitet para se të shohësh nëpër teleskop apo mikroskop. Përgjigjja varet nga se cilën shkallë po shikoni. Dhe kjo na çon në një përfundim filozofik. Realiteti mund të mos ketë një natyrë themelore të vetme. Mund të jetë që në shkallë të ndryshme, ligje të ndryshme zbatohen dhe asnjëra shkallë nuk është më reale se tjetra. Atomet nuk janë më reale se qelizat. Qelizat nuk janë më reale se organet. Organet nuk janë më reale se organizmat. Të gjitha këto nivele ekzistojnë dhe të gjitha janë po aq reale. Në të njëjtën mënyrë, koha absolute e Newtonit nuk është më reale se koha relative e Einsteinit. Koha e vazhdueshme e relativitetit nuk është më reale se koha e diskontinueshme e gravitetit kuantik. Të gjitha këto janë aspekte të ndryshme të të njëjtës realiteti, të vlefshme në kontekstet e tyre. Por kjo na lë me një pyetje të fundit. Nëse nuk mund të dim natyrën përfundimtare të kohës, nëse të gjitha modelet tona janë vetëm parafrime, atëherë çfarë mbetet? Çfarë mund të themi me siguri për kohën? Mund të themi këtë. Koha, sado që ta përkufizojmë, është mënyra se si ne përjetojmë ndryshimin. Pa kohë, nuk do të kishte ndryshim. Pa ndryshim, nuk do të kishte jetë, mendim, përvojë. Universi do të ishte një gjendje statike, e ngrirë, pa asnjë mundësi për evoluim apo transformim. Dhe kjo është arsyeja pse koha, edhe nëse është iluzion në një kuptim themelor, është iluzioni domosdoshëm për ekzistencën tonë. Ne nuk mund të ekzistojmë pa perceptimin e kohës.
Ne nuk mund të mendojmë, të ndjejmë, të vendosim pa një ndjenjë të së kaluarës, së tashmes dhe së ardhmes. Dhe kjo në fund është përgjigja ndaj skepticizmit. Po, ne duhet të jemi skeptik ndaj çdo pretendimi që thotë se e ka kuptuar plotësisht realitetin. Por ne nuk duhet të jemi skeptik ndaj përvojës son vetjake. Ne përjetojmë kohën. Kjo përvojë është reale, edhe nëse interpretimi ynë i asaj përvoje mund të jetë i paplot apo i gabuar. Shkenca përparon duke balancuar midis skepticizmit dhe kureshtjes, midis dyshimit dhe zbulimit. Ne duhet të dyshojmë për modelet tona, por të mbetemi kurioze për fenomenet që ato përpiqen të shpjegojnë. Ne duhet të jemi të përullur për kufijtë e njohurive tona, por të ambicioz në kërkimin ton për të kuptuar më shumë. Dhe kjo na sjell në pragun e një diskutimi edhe më të thellë. Çfarë do të thotë të dish? Çfarë lloj pyetjesh mund të përgjigjen nga shkenca dhe cilat janë përtej fushës së saj? Ku përfundon fizika dhe fillon filozofia? Në kufit e shkencës qëndron një pyetje që asnjë eksperiment nuk mund ta përgjigjet. Pse ka diçka në vend të asgjëje? Pse ekzistojnë ligje fizike fare? Pse universi duket i përshtatshëm për të prodhuar strukturë, kompleksitet, jetë, ndërgjegjësi? Këto pyetje shpesh hidhen poshtë si jo shkencore, si tema për filozof dhe poet, por ato janë thelbësore. Sepse nëse nuk mund t'i përgjigjemi, atëherë gjithë ndërtesa e njohurive tona qëndron mbi një themel që nuk e kuptojmë. Imagjinoni se zgjohen një mëngjes dhe zbuloni se ligjet e fizikës kanë ndryshuar. Graviteti tani shtyn në vend që të tërheq. Fotoni lëvizin me një shpejtësi të ndryshme çdo ditë. Entiteti që cfani veten ende ekziston, por bota përreth jush është bërë e panjohur. Sa kohë do të duhej përpara se të kuptoni se diçka ka ndryshuar? Sa shumë prej asaj që merrni si të mirëqen, është thjesht një supozim i bazuar në vazhdimsinë e ligjeve? Këtë eksperiment mendore ka propozuar filozofi David Hume në shekullin e 18. Ai pyeti: çfarë na garanton se dielli do të ngjitet nesër? Ne kemi parë që ai ngrihet çdo ditë deri më tani, por kjo nuk provon logjikisht që do të ngrihet përsëri. E gjithë shkenca bazohet në supozimin se natyra është e njëtrajtshme, që ligjet që mbajnë sot do të mbajnë nesër. Por ky supozim nuk mund të provohet. Ai është një akt besimi. Kjo quhet problemi i induksionit, dhe ai prek çdo aspekt të njohurive tona. Kur themi se koha ekziston apo nuk ekziston, ne supozojmë që koncepti i ekzistencës ka një kuptim të qëndrueshëm. Kur themi se kemi provuar një teori përmes eksperimentit, ne supozojmë që rezultati që vëzhguam nuk është një rast i rastësishëm, por një shfaqje e një ligji themelor. Por çfarë nëse kjo supozim është e gabuar? Çfarë nëse universi nuk ka ligje themelore, por vetëm modele statistikore që duken si ligje sepse i vëzhgojmë në një shkallë dhe kohë të kufizuar? Disa fizikanë kanë filluar të marrin seriozisht këtë mundësi. Ata propozojnë që ligjet e fizikës nuk janë të përhershme, por kanë evoluar gjatë historisë së universit. Në momentet e para pas Big Bangut, kur temperatura ishte aq e lartë që grimcat themelore ende nuk ishin formuar, ligjet që qeverisin grimcat nuk mund të kenë ekzistuar. Ato lindin nga konditat e universit, jo e kundërta. Kjo ide quhet ligje emergjente. Dhe nëse ligjet janë emergjente, atëherë ato mund të ndryshojnë me kalimin e kohës apo të jenë të ndryshme në rajone të ndryshme të universit. Në fakt, disa vëzhgjime astronomike sugjerojnë që konstanta themelore, si shpejtësia e dritës apo ngarkesa e elektronit, mund të jenë ndryshuar pak gjatë miliarda viteve që nga Big Bangu. Këto matje janë ende kontroverse, por nëse konfirmohen, ato do të rrënojnë supozimin më themelor të shkencës, që ligjet e natyrës janë absolute dhe të pandryshme. Por çfarë do të thotë kjo për kohën? Nëse ligjet mund të ndryshojnë, atëherë ndryshimi vetë është real, dhe nëse ndryshimi është real, atëherë koha, si mënyra se si ne përshkruajmë ndryshimin, gjithashtu duhet të jetë reale në një kuptim themelor, por jo domosdoshmërisht në mënyrën që ne e përjetojmë. Mund të jetë që koha ekziston në nivelin themelor, por jo si një vijë që rrjedh nga e kaluara drejt së ardhmes. Mund të jetë një strukturë më komplekse, me degë që shkëputen dhe bashkohen, me rrath që mbyllen mbi veten, me dimensione që ne nuk i perceptojmë. Në vitin 2020, një grup fizikanësh në Universitetin e Oxfordit ka propozuar një model të ri të kohës të bazuar në teorinë e rrjeteve shkaksore.
Në këtë model, koha nuk është një dimension i vazhdueshëm, por një rrjet i momenteve të diskretuara që lidhen nga marrëdhënie shkaksore. Çdo moment krijon momentin tjetër, jo duke rrjedhur në të, por duke u lidhur me të përmes një marrëdhënie informative. Dhe ky rrjet nuk është i njëtrajtshëm. Disa rajone të tij janë më të dendura, me më shumë lidhje shkaksore për njësi hapësire. Të tjera janë më të hollë. Dhe në kufi, disa momente mund të mos kenë asnjë lidhje me momentin tjetër, duke krijuar kështu ishuj kohor, rajone të universit që janë shkëputur nga rrjedha e kohës. Kjo ide duket e çuditshme, por ajo del natyrshëm nga përpjekjet për të sajtuar graviteti kuantik. Nëse hapësira është e diskontinueshme në shkallën Planck, atëherë koha gjithashtu duhet të jetë e diskontinueshme. Dhe nëse koha është e diskontinueshme, atëherë ajo nuk mund të jetë një vije lëmuar që rrjedh, por një strukturë me salto, me boshliqe, me çrregullsi. Por këtu qëndron paradoksi. Nëse koha është e diskontinueshme, atëherë çfarë ndodh në boshliqet midis momenteve? A ekziston diçka atje, apo janë thjesht vende ku koha nuk zbatohet? Dhe nëse koha nuk zbatohet, atëherë çfarë do të thotë të thuash që diçka ndodh? Kjo pyetje na çon në kufi të gjuhës vet. Fjalët tona për të përshkruar realitetin janë krijuar për të përshkruar përvojën tonë makroskopike, ku koha duket e vazhdueshme dhe e njëtrajtshme. Kur përpiqemi të aplikojmë këto fjalë në nivelin kuantik apo kozmologjik, ato fillojnë të humbasin kuptimin. Çfarë do të thotë të thuash që diçka ekziston jashtë kohës? Si mund të ketë një shkak pa një kohë që ta ndajë nga efekti? Si mund të ketë ndryshim pa një para dhe një pas? Këto pyetje nuk janë thjesht teknike. Ato janë gjuhësore dhe konceptuale. Dhe ato na tregojnë se problemit me të cilin po përballemi nuk është vetëm që nuk dim mjaftueshëm për kohën. Është që konceptet tona për të menduar për kohën mund të jenë të papërshtatshme. Mund të jetë që për të kuptuar vërtet natyrën e kohës, duhet të shpiknim një gjuhë të re, një mënyrë të re të menduarit që nuk bazohet në supozimin e një tani që rrjedh nga e kaluara drejt së ardhmes. Disa mendimtar kanë propozuar që ne duhet të shkëputemi plotësisht nga gjuha e kohës dhe të fillojmë të mendojmë në terma të marrëdhënieve shkaksore. Në vend që të themi që A ndodhi para B, ne duhet të themi që A është shkaki B. Kjo mund të duket si një ndryshim i vogël, por ai ka implikime të thella, sepse shkakshmëria nuk kërkon kohë në mënyrën që rrjedha kërkon. Dy ngjarje mund të jenë shkakrisht të lidhura edhe nëse ndodhin njëkohësisht, apo edhe nëse ndodhin në rajone të ndryshme të hapësirës kohës, ku koncepti i para dhe pas nuk zbatohet. Kjo ide është në zemër të një teorie të re të quajtur kauzaliteti pa kohë. Sipas kësaj teorie, universi nuk është një sër ngjarjesh që ndodhin në kohë, por një rrjet marrëdhëniesh shkaksore, ku disa ngjarje përcaktojnë të tjerat, dhe ky rrjet përcakton atë që ne quajmë kohë. Koha në këtë pamje nuk është një dimension themelor, por një mënyrë e organizimit të informacionit në rrjetin shkaksor. Por kjo na lë me një pyetje edhe më themelore. Çfarë është shkakshmëria? Çfarë do të thotë të thuash që A është shkaki B? Në fizikën klasike, kjo pyetje është relativisht e thjeshtë. A është shkaki B nëse A ndodh para B dhe nëse B nuk do të kishte ndodhur pa A? Por në fizikën kuantike, kjo përkufizim shembet. Ngjarje që duken të jenë shkak dhe efekt mund të ndodhin në radhë të kundërt në korniza referuese të ndryshme, dhe në disa raste, dy ngjarje mund të jenë shkakrisht të lidhura, edhe nëse nuk ka asnjë rrugë të drejtpërdrejtë shkaksore midis tyre, fal fenomeneve si entanglamenti kuantik. Kjo na sjell në një nga misteret më të mëdha të fizikës moderne. Si mund të ekzistojë entanglamenti kuantik nëse informacioni nuk mund të udhtojë më shpejt se drita? Kur dy grimca janë të entanguduara, matja e njërës ndikon menjëherë në gjendjen e tjetrës, edhe nëse janë të ndara nga distanca kozmike. Kjo duket sikur informacioni po udhton menjëherë nga njëra grimcë te tjetra, duke shkelur kufizimin relativist që asgjë nuk mund të lëvizë më shpejt se drita. Por fizikanet argumentojnë që nuk ka shkelje, sepse nuk ka informacion që po transferohet. Çfarë po ndodh është që dy grimcat ndajnë një gjendje të vetme kuantike dhe matja e njërës thjesht na tregon informacion që tashmë ekzistonte në atë gjendje të përbashkët. Por kjo shpjegim nuk zgjidh misterin plotësisht, sepse nëse dy grimcat ndajnë një gjendje të vetme, atëherë çfarë është kjo gjendje? Ku ekziston ajo? A ka një nivel themelor të realitetit ku hapësira dhe koha nuk zbatohen
dhe grimca që duken të ndara në hapësirë janë në realitet pjesë e një tërësie të pandashme? Këto pyetje na çojnë përtej fizikës dhe në metafizik, në pyetjen e asaj që është reale. Dhe këtu shkenca arrin në kufit të saj, sepse shkenca mund të na tregojë se çfarë do të ndodhë në kushte të caktuara, por ajo nuk mund të na tregojë çfarë do të thotë të ekzistosh. Ajo mund të përshkruajë sjelljen e grimcave, por nuk mund të na tregojë çfarë janë grimcat në thelb. Ajo mund të modelojë ndërveprimet, por nuk mund të shpjegojë pse ka ndërveprime fare. Këto pyetje janë në fushën e filozofisë dhe më specifikisht në degën e filozofisë të quajtur ontologji, studimi i asaj që është. Dhe ontologjia ka luftuar me këto pyetje prej mijëra vitesh, shumë përpara se fizika moderne të lindë. Filozofë si Parmenidi në Greqin e lashtë argumentuan që ndryshimi është iluzion, që realiteti i vërtet është i paluajtshëm dhe i përjetshëm. Të tjerë si Herakliti argumentuan të kundërtën, që çdo gjë rrjedh, që nuk mund të hyni në të njëjtin lum dy herë, sepse si ju, ashtu edhe lumi keni ndryshuar. Këto dy pikpamje duken të kundërta, por fizika moderne sugjeron që të dyja mund të jenë të sakta në një mënyrë. Në nivelin themelor të realitetit, në nivelin e funksionit të valës që përshkruan universin, mund të mos ketë ndryshim. Funksioni i valës mund të jetë një objekt statik në një hapësirë matematikore abstrakte, por kur ne vëzgojmë universin, kur ndërveprojmë me të përmes shqisave tona dhe instrumenteve tona, ne përjetojmë një prerje të këtij funksioni të valës, dhe kjo prerje ndryshon me çdo akt vëzhgjimi. Dhe ne interpretojmë këtë sekuencë prerjesh si rrjedhën e kohës. Nëse kjo është e saktë, atëherë Parmenidi kishte të drejtë në një nivel themelor. Realiteti i plot përfshir të gjitha momentet e kaluara, të tashme dhe të ardhme, ekziston njëkohësisht si një tërësi statike. Por Herakliti gjithashtu kishte të drejtë në nivelin e përvojës. Ne përjetojmë universin si një rrjedhë të vazhdueshme ndryshimi. Të dyja janë të vërteta, por në nivele të ndryshme të përshkrimit. Por kjo na lë me një tension thelbësor. Nëse realiteti themelor është statik, atëherë nga vjen përshtypja e ndryshimit? Përse ne përjetojmë rrjedhën e kohës nëse në nivelin themelor nuk ka rrjedhë? Përgjigja mund të qëndrojë në vetë natyrën e ndërgjegjësisë. Mund të jetë që ndërgjegjësia nuk është vetëm një pasqyrë pasive e realitetit, por një pjesëmarrës aktiv në krijimin e përvojës kohore. Disa filozofë kanë argumentuar që koha nuk ekziston pa një subjekt për ta përjetuar, që pa një vetdije që të kujtojë të kaluarën dhe të parashikojë të ardhmen, nuk do të kishte asnjë dalim midis momenteve, asnjë ndjenje para dhe pas. Kjo ide është e njohur si idealizmi temporal, dhe ajo sugjeron që koha është një strukturë që ndërgjegjësia imponon në realitet, jo një pronë e realitetit vetë. Por kjo ngre një pyetje të vështirë. Nëse koha është krijuar nga ndërgjegjësia, atëherë çfarë ndodhi para se të ekzistonte ndërgjegjësia? Si evoluoi universi nga Big Bang u deri në pikën ku u shfaq jeta dhe ndërgjegjësia, nëse nuk kishte kohë para ndërgjegjësisë? Një përgjigje e mundshme është që koha vetë ka evoluar me universin. Në momentet e para pas Big Bangut, kur universi ishte një plazmë dendur e energjisë pa asnjë strukturë, koncepti i kohës mund të mos kishte kuptim. Vetëm kur universi u ftoh mjaftueshëm për të formuar grimca, atome, yje dhe planete, vetëm kur u shfaqën struktura të qëndrueshme që mund të kodifikojnë informacion, vetëm atëherë koha filloi të marrë formën që ne e njohim sot. Kjo ide është e lidhur me një koncept të quajtur koha termike. Sipas këtij koncepti, perceptimi ynë i kohës është i lidhur me rrjedhën e energjisë nga gjendje të renditura drejt gjendjes së çrregullta, nga entropia e ulët drejt entropisë së lartë. Dhe ky rrjedhë është i mundur vetëm në një univers që nuk është në ekuilibër termal, në një univers që ka struktura dhe gradient temperaturë. Nëse universi ishte në ekuilibër të plot, ku çdo pikë kishte të njëjtën temperaturë dhe densiteti, atëherë nuk do të kishte rrjedhë energjie dhe nuk do të kishte asnjë bazë për të dalluar të kaluarën nga e ardhmja. Kjo do të thotë që koha, ashtu siç e përjetojmë ne, është një fenomen i posaçëm për një periudhë të caktuar të historisë së universit. Në të kaluarën e largët, kur universi ishte shumë i ngjehtë dhe i dendur, koha mund të ketë qenë shumë e ndryshme nga ajo që është tani. Dhe në të ardhmen e largët, kur universi do të jetë zgjeruar aq shumë sa të gjitha yjet do të kenë shuar dhe të gjitha strukturat do të jenë shpërbër,
koha përsëri mund të marrë një formë të ndryshme, ose mund të pushojë plotësisht se ekzistuari si një koncept i dobishëm. Por çfarë do të thotë kjo për ne, qeniet që jetojnë në këtë periudhë të veçantë të historisë kozmike, ku koha duket e qartë dhe e njëtrajtshme? A jemi ne thjesht produkte të një periudhe kalimtare, destinuar të zhduket kur universi arrin në gjendjen e tij finale? Apo ka diçka më të thellë, diçka që vazhdon përtej strukturave fizike që na përbëjnë? Kjo na sjell në një nga pyetjet më të mëdha që njerëzimi ka bërë ndonjëherë. Çfarë ndodh pas vdekjes? A mbaron ndërgjegjësia kur truri ndalon së funksionuari, apo vazhdon në një formë tjetër? Shkenca nuk ka përgjigje për këtë pyetje, sepse ndërgjegjësia është fenomen që ne nuk e kuptojmë ende. Por disa fizikanë kanë spekuluar që nëse ndërgjegjësia është një model informativ dhe nëse informacioni nuk mund të shkatërrohet sipas ligjeve të fizikës kuantike, atëherë mund të jetë që ndërgjegjësia vazhdon në një formë të shpërbërë, të koduar në strukturën kuantike të universit. Kjo ide është shumë spekuluese dhe shumica e shkencëtarëve nuk e marrin seriozisht. Por ajo na rikujton se ka pyetje që shkenca nuk mund t'i prek, jo sepse janë përtej shkencës, por sepse kemi nevojë për më shumë njohuri themelore përpara se të mund edhe të formulojmë pyetjet saktë. Ne ende nuk dim çfarë është ndërgjegjësia. Ne ende nuk dim çfarë është informacioni në nivelin më themelor. Ne ende nuk dim nëse ligjet e fizikës janë të mjaftueshme për të shpjeguar gjithçka që ekziston, apo nëse ka aspekte të realitetit që janë në parim përtej shkencës. Këto janë kufijtë e njohurive tona, dhe njohja e këtyre kufive nuk është shenjë dobësie, por e forcës. Sepse vetëm duke pranuar se çfarë nuk dim, mund të fillojmë të bëjmë pyetjet e duhura që do të na çojnë drejt kuptimit më të madh. Vetëm duke qenë të prullur përballë kompleksitetit të universit, mund të shtrijmë aftësitë tona konceptuale dhe të zbulojmë të vërteta të reja. Ndërsa qëndroni këtu, në këtë moment, duke lexuar ose dëgjuar këto fjalë, jeni pjesë e një zinxhiri të pafund shkaksor, që shtrihet mbrapa në kohë deri në Big Bang dhe përpara në të ardhmen deri në fund të universit. Çdo atom në trupin tuaj u formua në zemrën e një illi që shpërtheu miliarda vjet më parë. Çdo mendim që mendoni është rezultati miliarda vjetëve evoluimi që formuan trurin tuaj. Çdo përvojë që keni është një moment unik në historinë e universit, një kombinim i veçantë i kushteve që nuk do të përsëritet kurrë saktësisht në të njëjtën mënyrë. Por nëse universi blok është i saktë, atëherë ky moment, ky tani që po përjetoni, ekziston përgjithmonë. Ai nuk do të zhduket kur të kaloni në momentin tjetër. Ai do të mbetet, i ngrirë në strukturën 4-dimensionale të hapësirës kohës, një prerje e përjetshme e realitetit të plot. Dhe kjo do të thotë që çdo gëzim që keni ndjerë, çdo dashuri që keni përjetuar, çdo moment rrëmbyes kur keni ndjerë lidhje me diçka më të madhe se vetja juaj, ekziston përgjithmonë, i pandryshuar dhe i pashkatërrueshëm. Kjo mund të duket ngushëlluese apo tmerrshme në varësi të perspektivës. Për disa, ideja që çdo moment është i përjetshëm është një burim ngushëllimi. Asgjë nuk humbet vërtet. Gjithçka që ka ekzistuar vazhdon të ekzistojë në një kuptim themelor. Për të tjerët është e tmerrshme. Çdo dhimbje, çdo humbje, çdo dështim, gjithashtu ekziston përgjithmonë, i pafshirë dhe i pashëruar. Por mund të jetë që të dyja këto reagjime humbasin një të vërtet më të thellë. Nëse koha është iluzion, atëherë dalimi midis gëzimit dhe dhembjes, midis suksesit dhe dështimit, midis jetës dhe vdekjes, gjithashtu është iluzion në një kuptim themelor. Të gjitha këto janë përshkrime të momenteve të veçanta në universin blok, por asnjëra nuk është më reale se tjetra. Të gjitha ekzistojnë me të njëjtën peshë ontologjike, dhe kjo na sjell në një përfundim paradoksal. Nëse i gjithë realiteti ekziston njëkohësisht, nëse nuk ka një e kaluar që ka zhdukur apo një ardhme që ende nuk ka lindur, nëse çdo moment është po aq real si çdo moment tjetër, atëherë pyetja nuk është pse koha ekziston, por pse ne e përjetojmë atë në këtë mënyrë të veçantë. Përse ne nuk përjetojmë të gjithë momentet njëkohësisht? Përse ndërgjegjësia jon lëviz përmes universit blok në një sekuencë të veçantë, duke përjetuar çdo moment një nga një, në vend që të përjetojë gjithçka në të njëjtën kohë? Përgjigjja mund të jetë se kjo është mënyra se si truri funksionon.
Truri është një makinë që përpunon informacion në sekuencë, sepse ai duhet të lidh shkakun me efektin për të mësuar dhe parashikuar. Nëse do të përjetonim të gjitha momentet njëkohësisht, nuk do të kishim asnjë bazë për të dalluar shkakun nga efekti, asnjë mënyrë për të naviguar në botë, asnjë aftësi për të mësuar nga përvoja. Perceptimi ynë sekuencial i kohës është një zgjidhje evolucionale për problemin e mbijetesës në një univers me struktura shkakësore. Por kjo nuk do të thotë që është mënyra e vetme për të perceptuar realitetin. Mund të jenë forma të tjera të ndërgjegjësisë që përjetojnë kohën në mënyra plotësisht të ndryshme. Mund të jenë qenie në rajone të tjera të universit, apo në dimensione të tjera të realitetit që përjetojnë momente jo në sekuencë, por në modele më komplekse. Mund të jenë forma të inteligjencës artificiale që ne do të krijojmë në të ardhmen, që do të kenë një përvojë plotësisht të ndryshme kohore, duke qenë në gjendje të përpunojnë miliona rrjeta informacioni në paralel dhe të përjetojnë kohën si një rrjet shumë dimensional në vend se si një vijë lineare. Këto mundësi na kujtojnë se perceptimi ynë i realitetit është thjesht një mundësi midis shumë të tjerave. Ne jemi të kufizuar nga struktura e trurit ton, nga shqisat tona, nga vendi ynë në univers. Por kjo nuk do të thotë që perceptimi ynë është i gabuar. Kjo do të thotë që është i pjeshëm, i përshtatur për kushtet e veçanta në të cilat evoluam. Dhe kjo na çon në një përfundim përfundimtar për natyrën e kohës. Koha nuk është as plotësisht reale, as plotësisht iluzion. Ajo është një strukturë emergjente që lind nga ndërveprimet e gjërave themelore dhe forma e saj specifike varet nga perspektiva nga e cila e vëzhgoni. Nga perspektiva e një fotoni që udhton me shpejtësinë e dritës, koha nuk ekziston. Nga perspektiva e një vrima të zezë, koha ndalon në horizontin e ngjarjeve. Nga perspektiva jon, si qenie që jetojnë në sipërfaqen e një planeti që rrotullohet rreth një illi mesatar në galaksin tipike, koha duket si një rrjedhë një trajçme nga e kaluara drejt së ardhmes. Të gjitha këto perspektiva janë të vlefshme. Asnjëra nuk është më reale se tjetra. Dhe kjo është mësimi themelor që fizika moderne na mëson. Realiteti nuk ka një formë absolute. Ai merr forma të ndryshme në varësi të se si e vëzhgoni, ku qëndroni, me çfarë ndërveprojnë. Dhe koha, si një aspekt themelor i realitetit, ndjek të njëjtën rregull. Ky përfundim mund të duket zhgënjes për ata që kërkojnë një përgjigje të vetme, të thjeshtë për natyrën e kohës. Por në një kuptim më të thellë, është përgjigje më e pasur se çdo përgjigje absolute. Sepse na tregon që universi është më kompleks, më i larmishëm, më i çuditshëm se sa ndonjë model që mund të ndërtojmë. Na tregon që misteret nuk janë defekte që duhen zgjidhur dhe eliminuar, por aspekte të pashmangshme të një realiteti që është pafundësisht i pasur. Dhe ndërsa shkenca vazhdon të përparojë, ndërsa zbulojmë më shumë për natyrën e kohës dhe hapësirës dhe gravitetit dhe mekanikës kuantike, ndërsa ndërtojmë teori gjithnjë më të përgjithshme që përfshin gjithnjë më shumë fenomene, do të zbulojmë pa dyshim mistere të reja, nivele të reja të thellësisë, pyetje të reja që nuk i kemi imagjinuar ende. Sepse kjo është natyra e njohurive. Sa më shumë të mësosh, aq më shumë kupton se sa pak e di. Çdo përgjigje hap rrugën për pyetje të reja. Çdo zbulim zbulon horizonte të reja të panjohura. Dhe kjo nuk është defekt, por veçoria më e bukur e kërkimit shkencor, që ai nuk ka fund, që gjithmonë ka më shumë për të zbuluar, më shumë për të kuptuar, më shumë për të çuditur. Ndaj kur pyesni a ekziston koha, mos prisni një përgjigje po ose jo. Prisni një udhtim, një eksplorim, një ekspansion të mënyrës se si mendoni për realitetin. Dhe ndërsa ecni përmes këtij udhtimi, mbani mend që ju nuk jeni thjesht një vëzhgues i kohës. Ju jeni një pjesë e saj. Ju jeni një moment në histori e pafund të universit që përpiqet të kuptojë veten. Ju jeni mënyra se si koha, në këtë rajon të veçantë të realitetit, bëhet e vetëdijshme për ekzistencën e saj. Dhe kjo, në fund, është përgjigja më e thellë që mund të ofrojmë. Koha ekziston sepse ju ekzistoni për ta përjetuar.